ti nuk ke më model babën, mësuesin apo ku dijon njëri të mençur në lagje apo në fis apo tjetër. Ti sot ke model ku dijon njërin që del nxjerr rrypën e brekëve këtu dhe thot unë jam prapist apo edhe bëj rap apo ku dijon pra njerëz cilët nuk kanë asnjë lloj vizioni të qartë për vetën e tyre, të cilët jetojnë me parazitizëm dhe parazitizmin e përhapin si model. Bota e spektaklit ka zgjësuar ekzistencën e çdo gjë tjetër për spektaklin. E vetmja gjë që ka vlerë dhe që ekziston në realitet është spektakli, gjithçka tjetër është inekzistente sepse nuk merr pjesë. Ne kemi vrarë shpirtin njerëzor, ne jetojmë një kulturë totalisht materialiste, madje qenia njerëzore as nuk ka më shpirt, as nuk ka interes më për shpirtin në vetvete, për ndjenjat më të thella, më të brendshme, për atë çfarë je ti në thellësinë tënde, sepse mungon thellësia, është vetëm seksia, është vetëm sipërfaqe. Kultura jonë e progresit, nevojës për të ecur përpara, na bën që të humbasim lidhjen vertikale, lidhjen me Zotin apo me diçka tjetër, me shpirtin. Dhe kjo është motoja e përparimit, e të ecur përpara, e progresit, është moto zvarranikësh thoshte, do të thënë e njerëzve që nuk njohin dimension përveç sipërfaqes. Miq të Piskut, ju përshëndesim, uroj që të jeni mirë. Sot do të kemi një bisedë ndryshe dhe fjala ndryshe lakohet shpesh nëpër mediat shqiptare, por realisht unë do doja që ta shtrij ashtu siç shtrij një pjesë të mirë të bisedave që bëj lirshëm këtu në studio. Ka një njeri që del shpesh në media, por ajo se çka kam parë, nuk e them këtë se ndoshta mund ta bëj edhe unë atë gabim këtu në këtë bisedë. Ne e kemi shumë nevojë ta dëgjojmë më shumë nga ajo se çka kanë në botën e tyre që e studiojnë pjesën e shoqërisë, qoftë në Shqipëri, por dhe kulturave të ndryshme në botë. Ergys Mërtiri, sociolog, të falenderoj shumë që gjete kohë. Faleminderit për ftesën. Nga gatishmërinë tënde për të qenë pjesë e Piskut. Faleminderit për ftesën. Realisht kur sa herë që të kam parë në media, edhe në diskutime me miqtë e mi që bëjmë disa biseda të mira, le të themi, rreth njëri tjetrit dhe shoqërisë, që mundohemi që nga disa diskutime të marrim më të mira nga ajo gjë. Të kemi lakuar herë pas here themi edhe që për tema ndryshme që kemi marrë në përgojë. Kemi marrë në përgojë. Besoj se ka dhe të marrë në përgojë në kuptimin e mirë, domethënë edhe pse jemi një muaj të madhërishëm, si edhe ti si besimtar, domethënë, të uroj që ta kalosh sa më mirë të marrësh nga më të mirat e këtij muaji, si pikë ndalese që kanë besimtarët musliman, të cilët i urojmë sërish për këtë muaj të madhërishëm agjerim të lehtë dhe të pranuar dhe dalshin nga ky muaj sa më të përfituar për veten tuaj dhe jetën që ju rrethon me njerëzit kudo ku jeni. Edhe shprehemi themi që si ka mundësi që nuk e dëgjuam një herë deri në fund. Domethënë, a e shef këtë gjë tek vetja, kësaj që shkon në media për tema ndryshme? Jo, tash kam filluar të mësohem, po në fillim kur isha sefte, si më thon, shkohesha në media me u shpreh me thon gjëra me godit dhe mendoja unë që ato që do them unë do krijojnë efekte, do përmirësojnë gjërat, do jem një njerëz që do ndikoj për mirë në shoqëri. Mirë po, në 90% të raste nuk thoja as 90% të asaj që mendoja se mund të thoja me kursim. Derisa pastaj fillova ta ambientova, më them që shikoj, media nuk janë bërë për të thënë gjë. Media janë bërë për të vazhduar, për të bërë sallatën, atë zhurmën e përditshme. Megjithatë mendoj që është mirë të jesh pjesë e sallatës, sepse po të mos jetë e mira pjesa e asaj sallate, do jetë vetëm e keq, do jetë 100% keq. Kështu që tani shkoj me idenë që bëj më të mirën e mundshme, duke ditë që nuk do shpresh dot. Prapë. Dhe se është interesante, media është teknologji komunikimi, domethënë është bërë për të përmirësuar dhe për të shtuar komunikimin. Pra, domethënë është një instrument zgjatimi i komunikimit të njerëzve. Dhe në thelb është instrumenti ku komunikohet më pak. Pra, komunikohet nga aspekti sasior me shumë njerëz, por mesazhi është në sasi shumë herë më i vogël dhe në cilësi akoma më i keq. Që thot, ne kemi shtu nga ana teknologjike instrumentet e komunikimit, po kemi paksuar mesazhet. Dhe këtë kemi bërë sepse media nuk janë bërë në funksion të një të vërtetë apo një të mirë apo të mirës përbashkët e tjera, po janë bërë në funksion të interesit. Kështu ka qenë fillimet në krijimin e medias, qoftë edhe pse ka kaluar në këtë pikë. Media gjithmonë ka qenë instrument që është përdorur për interes, por kryesisht fillim, media ka pas disa, se fillim ka qenë gazeta, pastaj ka qenë radio, pastaj ka qenë televizion, edhe studiuesit e komunikimit thonë që sa më shumë është zhvilluar, pra domethënë lindja e radios e
e përkeqësoi komunikimin në raport me gazetën. Lindja e televizionit përkeqësoi në raport me radion dhe sot rrjetet sociale kanë përkeqësuar shumë herë më keq në krahasim me televizionet. Dhe çfarë bën? Ardha e një instrumenti të ri, jo vetëm që i merr vëmendje instrumentit vjetër, por edhe vetë instrumenti vjetër modifikohet në përputhje me instrumentin e ri dhe bëhet ai më i keq, siç ishte. Dhe në fakt ndodh ajo që tash ndoshta s'është vendi me bë teori sociologjike, po sociologët e quajnë implozion i mesazhit. Pra domethënë mesazhi shpërthen së brendshmi dhe nuk transmeton më, pra nuk transmetohet tek tjerët. Pra ne kemi shumë lajme pafund, dhe këto lajme nuk kemi informacion, ne nuk kemi informuar. Pra nëse deri dje njerëzit informoheshin nga gazetë, duhet dilnin mëngjes shkonin ta blinin gazetën dhe lexoheshin dhe ata ishin shumë herë më të informuar se sot që i kanë në xhep. Tifoz. Sepse po të shohësh në gazeta, lajmet janë më të gjëra, me dy burime, më të sakta, me vërtetueshmëri më të madhe. Kurse sot ti e ke në xhep dhe lajmet janë një paragraf, se si njerëzit s'kan ngjet lexojnë lajme për informacione të zgjeruara. Dhe ne mendojmë se jemi të informuar, por ne jemi totalisht pa informuar, jemi të çinformuar sot më keq se kurrë, domethënë sepse mjetet e informacionit që kemi nuk na informojnë. Na gënjejnë. Është një shprehje që thot një nga aktorët e mi të preferuar, Denzel Washington, që thotë që nëse ti ndjek, domethënë ti je dizinformuar, nëse ti si ndjek, domethënë je i pa informuar. Pa informuar, po. Pikërisht kjo është. Është që thëti që duhet të qenë edhe pjesë e sallatës, pra do si do, domethënë. Dhe sidomos debatet televizive janë bërë jo për të përcjellë në gjë, por janë bërë që debati të jetë qëllim vetvete. Mundësisht të jetë sa më i ashpër, sa më konfliktual, sa më që të rriq vëmendje. Po të shohësh sot, nuk janë studio televizive, nuk janë bërë për të debatuar në mënyrë që njerëzit ata që shohin të përballin idetë dhe të krijojnë një ide më të qartë dhe të zgjedhin se cila është e vërteta midis tyre. Përkundrazi, edhe nëse ti ke një ide, kur vjen në ndesh aty bëhesh akoma më konfuz dhe në fund fare debati bëhet aq qëllim vetvete sa që në thelb nga televizionet, po shohësh vet studiot kur paraqesin nëpër YouTube apo nëpër portale se çau bën në studion e tyre ndarke, thon u zi ky me këtë, i tha ky kështu, si e shajti ai, si e bëri këtë, dhe askush nuk thotë orë çau sqaruan atë studio. Pra vet ai, domethënë në studio që të ka thrit ty që të sqarosh popullin, kur del dhe bën lajm mbi atë çfarë ndodhi në programin e tij. Çfarë shesum te don? Çfarë shesum kësaj gjë, përveç se sherrit ose një. Studiot nuk janë bërë për të trajtuar lajmet dhe për të analizuar, për të komentuar, po janë bërë për të prodhuar vetë lajme. Studiot janë vetë lajme sot. Dhe madje po të shohësh për lajmet del që uzi filani te Fevziu apo Iran grusht ai tek ky apo e në studio të diskutohet një lajm i përditshëm, pra studio bëhet vetë lajm. Por bën lajm që portalet presin lajm nga studio, domethënë. Kjo është tregon apo të ndodh shpesh, le të themi, që të shkosh në një media ose një televizion ose në një debat dhe thuash, "Ore, për çfarë isha?" Domethënë ke qëndruar 2 orë aty dhe thua, "Ore, realisht a ja veti kjo kohë që unë shkova atje?" Domethënë, si ndoshta mund të kesh përgatit disa pika që thua që të kanë thënë temën, ti shkon thua, mendon disa pika, do them këto gjëra, domethënë si e mendon ti në këndvështrimin tënd edhe si profesionist. Sigurisht më ka ndodhur shpesh, por vetëm se prej kohësh tashmë as nuk përgatitem fare, domethënë sepse ja lej çdo gjë mënyrën se si rrjedhës, sepse e di që sado që përgatitesh ti rrjedha do të përcaktoj rrjedha ty, jo ti rrjedhën, dhe unë shoh moment dhe them atë që mendojnë aty në moment aty, domethënë nuk është se përgatis në gjë. Sa ndikon sot media, le të themi, në krijimin e një mendësie, botkuptimi ose në reagimin e turmave ose komunitetit, shoqërisë? Sigurisht është ndikues shumë i madh. Ka studios, sociologë, cilët Sean Keller është një prej atyre, cilët thonë që sot nuk kemi më kulturë, kemi teknokulturë. Kultura ka qenë një fenomen që popujt e kanë krijuar në sajt të përvojës, pra kur flasim kulturë në mënyrën e tesës, e cila krijohet në sajt të një përvoje të gjerë të një shoqërie, dështimet, sukseset, mënyra se si ka zgjidhur, prodhon kulturën dhe këmbimet ndërkulturore, sjellin sofistikimin e një kulture. Sot kultura është vulgarizuar, është banalizuar dhe kultura nuk prodhohet më nga komunikimi dhe nga jeta e përditshme reale, por prodhohet nga mediat. Pra kultura sot është prodhuar nga Hollywoodi, nga Big Brotheri, nga spektaklet, nga humore, nga nga çdo gjë përveç se e jetës përditshme dhe sidomos përveç se një lloj botet mendimit, apo botet cila është e prirur që ose do duhet të ishte e prirur që të orientonte shoqërinë siç mund të ishte elitat. Kultura sot prodhohet nga vulgu, pra nga industria e konsumit, e asaj që prodhon
qoftë kinematografi, qoftë spektakle televizive, qoftë ku diun çdo gjë që është e marketueshme, reklamat, gjitha këto prodhojnë shije, prodhojnë estetik, prodhojnë mënyra jetese, prodhojnë modele sjellje dhe i bëjnë të rinj sidomos që të imitojnë personazhet që janë sot në botën e ekranit, të cilët në kushte normale, jashtë botës ekranit do ishin normale apo do ishin dhe ndoshta njerëz kot apo do ishin njerëz çuditshëm, njerëz të shpërfillur nga shoqëria. Por duke qenë se janë në ekran, duke qenë se prodhojnë lajm, duke qenë se prodhojnë vëmendje, ato kthehen në modele dhe modelet pastaj prodhojnë mënyrën se si shoqëria ndërton jetën e vet. Dhe kjo është për mua e tmerrshme, sepse sot ti nuk ke më model babën, mësuesin apo ku dëgjon një njerëz të mençur në lagje apo në fis apo etj. Ti sot ke model ku diun njërin që del nxjerr rrypën e brekëve këtu dhe thotë unë jam rapist apo dhe bëj rap apo ku diun pra njerëz cilët nuk kanë asnjë lloj vizioni të qartë për veten e tyre, të cilët jetojnë me parazitizëm dhe parazitizmin e përhapin si model. Madje jo vetëm parazitizmin, po vanitetin, banalitetin, absurditetin shpeshherë, gjitha këto janë goxhat përhapur sepse këto janë modelet të cilat ne referohemi. Shiko ke një gjë, se po ndoshta po e mbaj gjatë këtu, po ti edhe nga përvoja e ndesh që në media sot, nëse do nxjerrësh një burr të mençur, që do flas gjëra të mençura, nuk ndiqet. Të klikohet. Pra, po a gje vend kjo gjë që e justifikojnë duke thënë që kjo nuk shet, kjo nuk ecë, të nuk e shohin. Kush është budallaj? Tërheq klikime, tërheq vëmendje, tërheq like, ku diun. Pse sepse ka një parim gazetari që thuhet që e veçanta është ajo që tërheq. Dhe gazeteria prej kohësh është çdo ditë në kërkim të veçantës, çdo ditë në kërkim të skupit, çdo ditë në kërkim të budallëkut, sepse këto janë ato që shiten. Tani nëse ti ke një e ka ndërtuar po vetë apo shoqëria që ka imponuar median të shkojë në këtë gjë apo media tërthorase, le të themi, media që ka imponuar. Dy gjëra mendojnë që sigurisht që është dhe natyra njerëzore. Ti nëse je në rrugë dhe shef njerëz normal, nuk të rrish vëmendje. Nëse del njëri gërthet, ja futet te shkollërim apo gjun kallash apo bën zhurmë apo ku diun apo heq rrobat. Sigurisht do kthesh kokën do shohësh me çudi. Media bën këtë, ekspozon pikërisht këta lloj njerëzish që na bën të kthejnë kokën dhe të shohim me çudi. Po imagjinoj që këtë ta bësh për ditë. Pra nëse për ditë do dalësh në rrugë dhe do dësh njëri që bërtet, tjetër që e rroba, tjetër që bën, ty do filloj të bëhet normale kjo. Pra, ajo që është anormale, do filloj të bëhet normale. Media duke ekspozuar çdo ditë anormalen, anormalizon shoqërinë sepse anormalia bëhet normale dhe njerëzit i duket normale kjo gjë. Madje shpeshherë bëhet dhe kërkueshme sepse bëhet interesante, bëhet tërheqëse dhe anormaliteti bëhet model. Dhe ti nuk ke më model njeriun e mençëm dhe normal, po ke model një të çmendur që bën çmendurira, bën dhe në gjuhën ku diun, më trendi sot, çmenduria dhe themi ky është crazy. Në fakt, çfarë thon, është ti je një idiot. Një idiot është crazy dhe ti je crazy është interesante. Ndërkohë që ti je normal është jo interesante. Është kompliment sot. Sepse ti je interesant është nevojë vetvete, është kërkesë vetvete. Ti ke nevojë të jesh interesant, jo të jesh normal. Kjo ka çekuilibruar shoqërinë, kjo i ka bën njerëzit të mos kenë më busull orientimi dhe të mos ketë më njësi matëse me cilën peshojnë vlerat e sjelljes tyre. Sot gjithçka është vlerë, mjafton që ti të jesh interesant, ti të klikosh, ti të rish vëmendje dhe të kesh vëmendjen e tjerë, pra të jesh i shikuar ose i shikueshëm. Sot zëm më shumë vend antivlerat apo vlerat në media? Po, ndoshta është vështirë ta përkthesh në aspekt sasior, po unë ditë them me bindje të plotë tashmë dhe nuk është se e them unë e them shumë studius që media është një instrument i keq dhe negativ dhe ka ndikuar negativisht në zhvillimin e shoqërisë. Nëse shoqëritë më parë kanë pas problemet e tyre, se është normale që çdo shoqëri të kenë probleme, sot kanë probleme të tjera komplet jashtë nevojës, jashtë natyrës njerëzore të problematikës. Sot kanë probleme të mëdha që kanë bënë me qoftë me dezinformimin, qoftë me keq informimin, me krijimin e modeleve të gabuara për jetesën. Sot kemi për shembull shoqëri të cilat ka shkatruar familjen, ka shkatruar bashkëjetesën mes njerëzve, shoqëri në të cilat nuk jetohet, njeriu nuk jeton jetën e vet, ku njerëzit nuk prekupohen për njëri tjetrin, ku njerëzit janë të huaj për njëri tjetrin, ku njerëzit nuk ndërtojnë dot familje, ku egoizmi është më shumë se kurrë, ku nuk ka më vlerë urtësia, butësia, mirësjellja, përkushtimi, por ka vlerë egoja, ku diun, themi e jashtme le të themi, më shumë e jashtme, shfaqja, dukja, gjithçka tjetër. Dhe
po që themi sot për shembull kemi numrin më të lartë divorceve që as s'është imagjinuar kurrë ndonjëherë. Domethënë sot kudo në botë numri i divorceve tejkalon numrin e martesave, domethënë në kuptimin që sot e kanë më të lehtë njerëzit të ndahen se sa të bashkohen. Dhe kjo pastaj ka pasojë me familjen. Sot ka fëmijë që rriten me një prind dhe këta janë shumica në për shumë vende të botës. Ne akoma s'kemi arritur të lloj stadi. Po sigurisht sepse kjo teknokultura që thash është pikërisht ka sjell këto efekte, dhe këto janë efektet e kulturës së njerëzve që jetojnë sin televizor. Ndërkohë që televizori nuk është bërë për të jetuar, është bërë për të shfaqur, është bërë për të rrish ty vëmendjen. Ndërkohë ti do të jetosh sepse ti modelet i merr aty, nuk i merr nga jeta e përditshme dhe ti duke dash të jetosh ashtu, ti pastaj ke shkatruar ekuilibrat social në jetës tënde të përditshme, ti e kthen jetën tënde në teatr dhe jeton si personazh teatri dhe ndërkohë jeta ka kërkesa të tjera ndaj teje. Dhe pasi ajo dhe për të përmbush kërkesat ndaj jetës, të bën që ti të shkatrosh gjithë mjedisin tënd shoqëror, familjar, aty ku ti ndërton jetën tënde reale, dhe kjo pastaj bën njerëzit që në fund fare po të shohësh sot statistikat janë të çmendura për sa i përket numrave që mbushin në spitale psikiatrike, njerëzit me probleme psikike, njerëzit që kurohen tek psikolog, pastaj njerëz të tjerë të cilët vuajnë vetmin, vuajnë depresionin, vuajnë ankthet, shregullimet, mungesën e thellë të një marrëdhënie të qëndrueshme sociale, e një gjëra. Këto janë problemet e kohës sotshme, të cilat dje nuk i kishim, dje kishim probleme të një natyre ndoshta ekonomike etj, kurse sot kemi këto lloj problemesh, do se kemi mundësi ekonomike shumë të mëdha, jetojmë shumë më keq sepse kemi probleme të natyrës sociale dhe psikike. A zë vend një agjendë, le të themi, brenda kësaj gjëje, brenda kësaj që shpjeguat ju medias, le të themi, është e qëllimit, le të themi, si gjë? Po ka një debat midis studiosëve që përgjithsisht majtët kanë përrirë që thonë që kjo bëhet me qëllim. Ata nuk thënë në mënyrë konspirative që është një grup, një dorë masonët që rrinë aty dhe projektojnë, nuk janë larg teoritë konspiracionit. Po këta thonë qëllimin sepse në një farë mënyrë është bota e konsumit që prodhon botën e spektaklit. Pra domethënë bota e industrisë dhe e biznesit, duke dashur të shes, ajo nuk interesohet për vlerat, as të produktit që shet, po as të mënyrën se si e reklamon produktin, por interesohet që të shes sa më shumë. Dhe përdor antivlerën si instrument të rreqe vëmendje me qëllim që të çojë duke produkte të shese. Dhe duke qenë se është ky komercializim, kjo ka prodhuar këtë lloj, po disa të tjerë thonë edhe që kjo është për qëllime politike, në kuptimin që themi një udhëheqës politik i një vendi caktuar, duke dashur që të ketë më shumë kontroll mbi shoqërinë e njerëzit, është interesuar që ti prodhoj sa më shumë hashash njerëzit, sepse njerëzit duke u dhënë mbas spektaklit, mbas jetës së qefit, shpeshherë edhe të shturjes, ata janë më lehtësisht të kontrollueshëm. Megjithatë unë nuk besoj shumë të dytën, besoj më shumë të parën, që duke qenë se bota sotme ka paran mbi të gjitha, pra ne jemi robëruar ndaj paras. Pra ne ndërtojmë jetën tonë në funksion të paras. Nëse na gjë na sjell para, diçka na sjell para, ne nuk pyesim pastaj për vlera të tjera. Dhe unë mund të them që shumë prej këtyre që e prodhojnë këtë botën e spektaklit, që ka viktimizuar shoqërinë, janë dhe vetë viktima të kësaj bote spektaklit, sepse jetojnë dhe vetë sipas spektaklit. Po të shohësh shumë prej personazheve që janë sot modelet e budallëkut të turmave, jetojnë vërtet ashtu dhe i vuajnë vetë, kanë probleme edhe ata me fëmijët, me martesat, me dhe probleme psikologjike, shpeshherë dhe probleme të drogës e tjera, madje unë mendoj që shpeshherë njerëzit më vanitoz dhe më të trisht janë ata që dalin në ekran, domethënë ata që janë më pra që kanë projektorët më të shndritshëm rreth vetes, domethënë ata që janë më të fotografuarit, më të lajkuarit, më të përfolurit dhe pra ata që tërheqin më shumë vëmendjen e gjithë janë dhe njerëzit më vanitoz. Dhe kjo ndodh në Shqipëri. Si shpjegohet kjo? Se kemi shumë raste në botë, janë njerëz bosh, ata që të cilët nga larg duken si idhuj ekrani. Si shpjegohet kjo pjesë? Pra, le të themi, ato s'kan çka të marrin tjetër, kënaqësi tjetër, ndoshta i kanë provuar të gjitha në mënyrë të shpejtë, të menjëhershme. Pra, për çfarë arsye mund ndodhi kjo gjë që ndjen bosh, domethënë? Po ky vanitet ti e shën në ekran thua i ka të gjitha të mirat, del në ekran ka pushtetin e paras, pushtetin e dukes, të gjitha domethënë, famë, gjitha pushtetet. Si shpjegohet që ka këtë lloj pasigurie, domethënë po ta lësh vetëm atë njerëz, le të themi. Sepse unë mendoj që ka humb ekuilibrin, domethënë në momentin që ai është dhënë pas suksesit dhe përfitimit, është dhëur nga kjo dhe ai është dhënë plotësisht pas kësaj. Dhe ai mendon që kjo është jeta, kjo është bota. Dhe vjen një moment pastaj kur ai nuk e ngop më,
Dhe është i trishtuar, ai nuk ka, sepse e ka humb pastaj atë pikën e orientimit ku isha që të kthehem. Pra nuk ka kthim brava, domethënë ai ka ndërprer mënyrën normale të jetesës dhe ai nuk mundet dot që t'japi restart, ta anulloj gjithë atë çfarë ai është. E thua në prizmin e një personi që nuk mundet apo edhe nga ana sociologjike që është vështirë që të nga ana sociologjike është vështirë që të kthehet dhe nga ana tjetër ai ka ndërtuar jetën ashtu, ai nuk di si të jetë ndryshe. Ai e ka ndërtuar jetën me atë gjithë vanitetin që ka. Dhe ai duhet t'japi stop gjithë kësaj, pra të ndërpres, të izolohet, gjë që atë tremb edhe më shumë. Ai nuk di të jetojë ndryshe jashtë botës së ekranit. Pavarësisht se ajo bota e ekranit fakt ajo është vrasja më e madhe. Ka shumë personazhe që ka transformuar, le të themi, media pjesën e traditës më para ju e cekët edhe pak më lart që dikur para shumë vitesh ose disa vitesh në shoqërinë tonë ka pasur që ne kemi pasur të parin e familjes, të parin e fisit ose një burr të mençëm të fisit, të lagjes, ose më para ka qenë një mësues i mirë, le të themi, një hoç, një priv që për një problem, për një shqetësim që mund kishim, shkonim e diskutonim me atë dhe për t'i gjetur një zgjidhje. Sot a është transformuar e gjitha kjo, le të themi? A ekzistojnë më këto mësuesit e mirë? Unë mendoj që në realitet ka njerëz vërtet që mund të jenë mësues të mirë, por nuk janë më në vëmendjen pra nuk janë ata modelet nga ti merr mësim. Sot biles përkundrazi, ti nëse për shembull një njerëz sot ndjek mësuesin, duket anakronik dhe bie pre bullizmit nëpër shkolla, sepse ti je gocë zyshe apo çun zyshe, a kupton? Ti je ku diun çun mami apo domethënë këto lloj shprehësh që kanë nisur herët, domethënë tregon një lloj përmbysje vlerash, domethënë çfarë duhet të jesh, që ti jesh në formë, pra duhet të jesh çun rrugë, a kupton, ose gocë rrugë që se ky është ekuivalenti i atij që është në rrugën e duhur. Pra ne kemi ngatruar rrugët në këtë mes. Sot në përgjithësi, sot është televizioni që kryen rolin e priftit apo të hoxhës, apo ca kohë ishte psikologu dhe vazhdon të jetë. Pra në një mënyrë psikologu është parë si zëvendësuesi i priftit në shoqërinë perëndimore apo hoxhës në shoqëri të tjera. Dhe mirë po sot edhe psikologu nuk të bën më punë, domethënë sot është pra ai që të orienton nuk është më Kurani e Bibla, por është bota e spektaklit. Bota e konsumit, bota e tregut, pra bota e një marrëdhënie artificiale të prodhuar nga komunikimi digital, që nuk është realiteti i vërtet. Dhe kjo sigurisht ka prifërinë e vet, ka orakujt e vet, ka profetët e vet, që sigurisht janë profetë rrem, profetët e një shoqërie për mua të dështuar, e cila nuk shoqëria moderne, se ka shumë studime të cilat trajtojnë modernitetin, i ka sjellë botës probleme shumë të mëdha sociale, të cilat nuk gjejnë zgjidhje sepse moderniteti është ndërtuar kështu mbrapsht dhe është vështirë që ti t'i japësh zgjidhje. Vetë fakti që njeriu sot nuk e gjen, themi, kënaqësinë apo lumturinë në familje, pra mes njerëzve, mes mish, larg ku diun joshjes tundimit të botës spektaklit apo pra jashtë infeksionit që përhap ekrani, qoftë ky televiziv apo smartphone, tregon një farë mënyre që shoqëria orientohet drejt një forme, mënyre jetese e cila nuk ka në fokus njeriu, individin, jetën, lumturinë, por ka në fokus konsumin, shohun, atë e cila tërheq vëmendje, e cila në fakt është kundër, është antihumane, është kundër humanitetit. Nuk është në funksion të natyrës njerëzore, pra që të kultivosh atë lloj mënyre jetese e cila i përgjigjet natyrës njerëzore. Është komplet diçka artificiale, e cila shpesh është kundër natyrës njerëzore, është kundër natyrës tonë, kundër vetes tonë, dhe prandaj dhe i bën njerëzit të jenë të pakënaqur, të pangopur dhe të pa realizuar në jetë. Kam një tezë teksa e shoh në përgjithësi, sa arrit ta kuptoj, domethënë shoh sikur jemi larguar nga njëri tjetri. Çfarë ka bërë ne që kemi humbur njëri tjetrin? Ai ka humbur kjo shoqëri njëri tjetrin? Patjetër që po. Shiko, ajo që karakterizon botën moderne ndryshe nga bota tradicionale është individualiteti, i cili shpesh herë çon në një fenomen që quhet atomizëm, vetmia njerëzore, e quajnë sociologët, që thotë njeriu humbet lidhjet me njerëzit. Pra, jeta sociale humbet. Njeriu si qenie sociale dobësohet. Pra ti nuk ke më lidhje të forta shoqërore.
Dhe kjo sigurisht që të bën ty të ndjesh i vetmuar, të bën ty të ndjesh keq, të bën ty të ndjesh i paralizuar. Dhe nevoja që ne kemi për mjete, siç janë rrjetet sociale, nevoja për like, ka zëvendësuar nevojën për miqësi reale. Dhe në një farë mënyrë e ka zëvendësuar, por në një farë mënyrë edhe na ka shkëputur nga miqësitë reale. Atë çfarë ne e kemi gjetur në shoqëri dikur, tashmë përpiqemi ta gjejmë online tek fotot, tek like-et, tek duartërkitit apo tek komentet. Në thelb po e shoh që po orienton gjitha te pjesa edhe medias, edhe mas medias ose pjesa teknologjike e online-it, le të themi. Por a ka faktor tjerë, le të themi, që po ka shumë faktor tjerë, patjetër, dhe kjo ka një histori edhe mosha ndoshta të treta që e vuajnë të që janë larguar sigurisht. Që si janë pjesë e medias ose e online-it. Kjo ka një histori se si ka ardhur deri këtu, domethënë procesi modernizimit ka ardhur me procesin urbanizimit e tjerë, por kjo është tash duhet bëjmë leksion, domethënë. Por duhet themi që disa prej fenomeneve janë shkëputja e familjes si njësi bazë e ekonomisë. Pra duke qenë se njerëzit sot punojnë nëpër industri apo nëpër zyra apo nëpër vende pune, jo në ekonomi familjare, kjo sigurisht ka sjell shumë prej ndërprerjeve të marrëdhënieve shoqërore. E para, e dyta, ndërprerja e lidhjeve fisnore, një prej elementeve më kryesorë është lëvizja e policisë. Qofse deri dje jetonin në lagje, dhe në lagje ti kishe dalë në xhaz, kushërinë e parë, 2, 3 ishin, pra njerëzit kryesisht edhe nga aspekti fisnor jetonin pranë njëri tjetrit. Shkëputjet, emigrimit, lëvizjet e policisë kanë dobësuar lidhjet sociale. Po një arsye tjetër është dhe për shembull mjetet e teknologjike, për shembull që ne sot duke pas televizorin, për shembull kur kishim televizorin, sot kemi edhe smartphone-et. Shumë prej shumë prej kohës që ne ja kushtonim njëri tjetrit, pra nëse ne kalonim dikur kohën biseda me njëri tjetrin, takime me njëri tjetrin, bënim vizita nëpër shtëpi, ne kishim dikur dhoma pritje. Sot s'ka më dhomë pritje, sot është dhoma pritjes është klubi poshtë shtëpisë. Dhe gjitha këto ishin sepse sot ze frika me ardh dikush mi ra derës me u çet bëj. Po sigurisht jam këtu, ke dera merr telefon. Po s'të vjen më njerëz se nuk do të bëj bezdisje. Jam dera mbrapa, nuk jam amiku, jam durrës. Të merresh po shiko, është realitet, pra domethënë biles ne edhe kur marrim shtëpi nuk e marrim më që të kemi një dhomë pritje. Ne marrim shtëpi që të kemi dhomë kalamajve, dhomë këtë, dhe mendojmë për miq. E justifikojnë këtë gjë me pjesën e rritjes së çmimeve, ekonomia e dobët. Po kujtojmë dikur për shkak ka qenë në kanuni ishte shpreha shtëpia është e Zotit dhe e mikut. Pra ti ishe mysafir në shtëpitate, domethënë shtëpia është e Zotit, se Zoti vendos ligjet gjërat, ai është ai që sundon shtëpitate, dhe e mikut shërbëtorin ndaj cilit ti je. Sot miku të hyn në shtëpi, jo ti atë shtëpia e tij, domethënë po kjo vjen në botën perëndimore ka qenë ka hershme, po jo, atë në botën perëndimore në thjesht modernitetin perëndim ka ardhur më herët se ke ne. Po, atë po them. Po shoqëria tradicionale kështu ka qenë kudo. Pra njerëzit kanë qenë të afërt, njerëzit njihnin kushëritë e tretë ka, madje shkonin dhe bunin bujt me bujt, nuk e di se ka humb si shprehje kjo, se s'para bumbo njëri. Pra ti shkon dhe viziton dhe fle, rri ke kushëritë tuaj. A kupton? Me ditë. Sot ke kushëritë tretë, sot ti se di kush është kushëritë, ti s'di kush është e parë, domethënë, jo se di, po nuk e takon, e takon rrallë, domethënë. Dhe kjo vjen edhe për shkak se ti nuk e ke më, pra kalimin e kohës lirë, nuk e ke më mes njerëzve, po ti kyçesh tek mjeti jot, ose ke televizori, madje tashmë çka ka ndodhur, nëse televizori ishte mjet familjar i kalimit të kohës lirë, pra e shikonin për familjarë për bashkët familja, ulja dhe shikonte televizorin, diskutonin o hapi. Po pasi ne shkëputeshim nga njerëz të, po paktën rritet familja rreth televizorit. Brenda një familje të vogël. Tash ka secili televizorin e vet, se ka smartphone-in në xhep edhe madje dum secili nga i dhom vete që mos na bezdisin zhurmat e njëri tjetrit, pra një izolim total. Dhe në fund fare kjo e ka bërë, pse njeriu nuk është bërë për të qenë i vetmuar, për të qenë me objekte. Njeriu është bërë për të qenë me njerëz. Pra njeriu është një qenie sociale në thelb. Dhe në momentin që ti nuk e ushtron socialitetin, ti ke humb një prej funksione të mëdha, për një prej aspekteve më të qëndësishme të qenies njerëzore, që është socializimi. Aristoteli e përshkruante zonë politikon, thoshte, pra një kafshë politike, pra politika ishte sociale në një farë mënyrë. Ti sot je zonë teknologjike, pra një qenie teknologjike, domethënë që rri me smartphone-in tënd dhe vetëm konsumon reels apo ku diun çfarë të godasin në mënyrë
rastësore. Edhe të shpejt, Të shpejt. Domethënë prapë ti nuk merr asgjë nga ato, vetëm kur e shef veten instinktivisht, domethënë ti lëviz gishtin, syrin, kokën, kemi humbur shumë, kjo është thelbi dhe kalon me orë të tëra. Po këtë si dukuri, domethënë që shumë konsumojnë për shembull qoftë edhe për një bisedë, bisedojnë në smartphone ose në këto mjete teknologjike për të takuar. Dhe në momentin që takohen nuk bisedojnë. Ose s'kan çfarë të ndajnë, sepse në thelb çfarë të ndajnë. Pra mund të flasim prej kohësh në mesazhe, por kur takojnë në momentin që takojnë rrin prapë në telefon, nuk flasin domethënë. E konsumojnë gjithën në telefon. Si shpjegohet si dukuri? Po ndoshta një shpjegim që mund t'i japim këtu për aty është fakti është si zogu që i hap atë derën e kafazit dhe s'di dalin fluturojë, është mësuar brenda kafazit vet. Madje ka pas dhe batuta kështu që çifte që njiheshin online dhe kur takoheshin neveritesh nga një tjetër thoshin vazhdojmë më mirë kështu në chat. Domethënë pamundësia e njeriu për të pasur kontakt fizik. Domethënë kam pasur një studim që nga njëra anë duket se ka elemente pozitive të jetës sotshme, por pozitive është negative në thelb. Për shembull, në qoftë se dikur ka qenë, ne e qunim, ose më parë ka qenë dhe ajo shturja e botës moderne, jeta e natës, e konsumit dhe ku diun pra shturjes së natës, ka statistika që thonë që sot të rinjtë e brezit të sotshëm, do thonë nuk e kanë më këtë, pra nuk dalin, bëjnë jetë natë apo ku diun, madje ka studime që thonë ka rënë seksualiteti, pra ushtrimi i seksualitetit për shkak se ajo vetmia, domethënë ajo mungesa e socializimit i bën pafë që të dalin dhe të kenë jetë sociale dhe qoftë edhe të shturen. Është vërtet unë teksa bëj një profesion tjetër në pjesën e muzikës si DJ, e dëgjoj shpesh tek vajzat që vinë frekuentojnë lokalin ku unë punoj, e thonë që nuk ka djem më që dëgjojnë, pra e shprehen si formë domethënë mungese, domethënë që nuk ka djem që dëgjojnë, nuk dinë, nuk vinë. Pra domethënë edhe ato bëhen në banak, rrin 6 çuna me tavolinë dhe qoftë edhe shenjë, po them format, nuk ka forma ndryshe. Është dallim interesant që e kemi pas diskutuar shpesh, domethënë me miq, domethënë që nëse deri dje ne mezina mblidhnim prindin në shtëpi, se ne dilim fëmijët në rrugë, luanin dhe vetëm me dajak na merrin na sillnin në shtëpi se ne donim dilim jashtë. Sot ta marrësh fëmijën dhe ti ta rrash që dali jashtë nuk del, domethënë sepse do të rri mbyll në shtëpi me ato mjetet vet. Kjo është humbje e madhe sepse humb kontaktin me natyrën, humb kontaktin me realitetin jashtë, humb aftësitë psikomotorike që fitohen në lojë fizike, lojë në terren. Fëmia gjatë procesit të rritjes. Dhe këto nga ana tjetër humb aftësitë psikosociale të fituara në komunikim dhe në marrëdhënie njerëzore. Gjitha këto e rrisin keq fëmijën dhe përveç kësaj, një shoqëri një midis ku ti jeton keq, dhe rritur keq tregon pa ti i pafë për të qenë qenie njerëzore me të gjitha cilësitë dhe tiparet e duhura humane për të qenë i realizuar në jetë, i përmbushur në jetë. Njerëzit sot jo vetëm që i kanë humb këto aftësi për të qenë tillë, por kanë humb dhe motivin për të qenë, dhe as nuk e kuptojnë nevojën që kanë për të qenë qenie sociale të realizuara, për të pasur një jetë familjare, një jetë shoqërore, mes mish, mes të afërmish, pra me afrimitet, pra ajo çfarë ndërton thjesht lumturinë e njeriu në realitetin e përditshëm. Teksa po të dëgjoj them që duket sikur e kthim pak në shumë serioze si gjë, domethënë si formë leksioni, por unë kam shumë të nevojshme se i mshoj shumë asaj pjesës që këto lloj bisedash janë një formë ndalese, domethënë një formë ndalese për gjithë ne që po ecim me vrap te ky vrulli i madh, domethënë kush të eci i parë, kush të kapi atë që ndoshta i kanë synimin e vet për të ecur, për qoftë edhe për siç ka ardhur dhe jeta vet që ne po ecegim, por mendoj që nuk e di, a ndoshta ne duhet të jemi pjesë e kësaj gjëje dhe po ta parashtojmë, po të themi ok, nuk do marr pjesë te kjo gjë, ndoshta ne dëmtojmë më shumë veten. Pra është edhe pak e vështirë që vetë njeriu të zgjedhë, domethënë. Po, është sigurisht shumë e vështirë sepse jeta jonë është ndërtuar në këtë lloj dhe ti pra, i detyruar të jesh pjesë e këtij realiteti. Unë nuk dua të bëhem pjesë me këtë gjë, me këtë që çka po ndodh. Jo, është e pamundur që ti mos infektohesh. Po, gjithsesi ti mund të mbrohesh duke u përpjek që sa më pak të jesh infektuar, po që si mund mbrohem? Po, gjëja e parë ti duhet, domethënë çdo njeri mendon duhet të ndërpres
izolacionin, domethënë një farë mënyrë të krijoj sa më shumë raporte me njerëzit dhe t'i takoj fizikisht ata, jo të komunikoj. Vjen nga mungesa le të themi thyrje e besimit që thonë që jo po ky sigurisht është shok i keq, ma ka, po them zhargon, ma ka futur, më ka thyer besimin, më ka bërë këtë. Shiko, ne mendojmë se ne duam që jeta të jetë perfekte. Njerëzit do përballen me lloj-lloj fenomenesh. Sigurisht dikush që është i keq, ti pra përvoja të krijon ty mundësinë që të testosh lloj-lloj njerëzish. Dhe ti zgjedhësh më të mirët. Kjo ka qenë gjithmonë. Këtë nuk është mang dot. Por ideja është që njeriu duhet të kërkojë gjëra përtej asaj çfarë gënjen në realitetin e përditshëm. Duhet të takojë njerëz, duhet të rri me njerëz, duhet të konsumojë kohë me njerëz, duhet të ndihmojë dhe të ndihmohet me njerëz, pra një farë mënyrë të krijojë atë që më parë quhet komunitet. Nevoja për komunitet është problemi i madh i botës moderne. Dhe për këtë ka libra që trajtojnë seriozisht, domethënë se si realiteti i sotshëm ka nevojë që t'i kthehet komunitetit, jetës komunitare, domethënë jetës në lagje, jetës mes fqinjësisë, mes miqve, mes të afërmve tu, kushërinjve, domethënë fund fare kjo është jeta jote, nuk është jeta jote lajku, nuk të ushqen fare ai lajku, nuk të prodhon asgjë përveç ledhatimit të sedrës së smur momentale që ti ndjesh i lajkuar, por nuk do të kaloj në një plagë tjetër që jo më larg se para disa ditësh pam një rast tjetër. Pra çfarë po ndodh me shoqërinë tonë, domethënë që vriten njerëz për një vend parkimi, pse parkove para derës time, pse më shef që ne kemi deri para disa kohësh kemi pas përdorur si batutë që egzageronin për ta çuar një nivel më të lartë që vriten në Shqipëri, pse më shef, por realisht ka ndodhur, domethënë. Ka akoma, vazhdon ndodh. Pse më shef, pse u futet para me gërvisht makinën, pse ma bëre me drita, jo. U vran ca për drita. Po, për drita. Po, para disa ditësh u vran për parkim. Po, parkimi është kështu, është parkimi vrasë një nga vrasë më mëdhenj. Pse kaq agresiv domethënë. Jo, kjo është pastaj banaliteti i kulturës së të fortit që është i trashëguar në Shqipëri, është prej kohësh. Shqiptarët duhet ndjen gjithë gangstera, po ti shohën në rrugë ecin me tangërllik, duket si të rënd shumë, apo pavarësisht se në thelb një të shtyrë dhe është shumë i lehtë ai burr që e hedh hapin kështu me impostim. Kultura, kur njeriu është bosh, kur ti s'ke asnjë vlerë, nuk je as i mençur, as i zgjuar, as di të bësh ndonjë gjë, as ke ndonjë zanat që ke shkëlqyer, as ndonjë karrierë, as ndonjë ku diun as ndonjë familje të nderuar, ato që vërtet krenohesh me çfarë, me fëmijët që po rrit apo me gruan që ke apo me, ku diun, s'ke asgjë nga këto. Atëherë çfarë gjelet ty? Unë jam gangster thotë, jam i fortë. Çfarë do të thonë kjo? Dhe kjo, në fakt, kjo lloj kulture është kultura e popujve të cilët pikërisht pra janë të zhveshur nga vlerat. Dhe vetëm vlerë që njohin është forca. Një farë mënyrë ne e themi ndryshe që vetëm vlerë që njeh është dajaku, pra domethënë ti respekton atë që të rreth, domethënë dajaku është ajo që ti di të respektosh. Në fakt, kjo lloj kulture, them unë, është boshatisja e njeriu nga qenia humane. Dhe ti e shfaq këtë si atribut i njeriu që ka vlerë. Pra unë jam ai që unë spyes për njeriu, për shembull. Unë nuk e di a ka nëpër vende të tjera të botës, por unë si kam desh në urgjut. Kaq ashpër sa këtu keni. Këtë idenë që unë spyes për njeriu, domethënë çfarë do të thotë që spyes për njeriu? Domethënë që unë kam arritur atë lloj niveli gangsterizmi që unë s'm po syritor për asgjë, domethënë. Ti të krenohesh me një gjë kot. Dhe këtë ti ndesh për ti se ti shef tjetër si fort, flet si kështu, çdo lloj marrëdhënie e kthen në marrëdhënie në nshtrimi. Ai që është i fortë nënshtron, ai që është i dobët nënshtrohet. Në fakt nuk është bota kështu. Nuk është i qenë që ka ardhur për të sunduar tjetrin. Njëu ka ardhur për të realizuar veten e vet. Dhe ti nuk mund të realizohesh thjesht nga fakti që ti je i fortë dhe ti mundesh atje. E para e dyta, forca nuk qëndron ke fiziku. Forca qëndron ke forca e mendjes, forca e fuqisë morale që ti ke dhe vendosmërisë që ti ke dhe asaj që ti realizon në jetë. Po duke qenë se ti si ke këto, ti mbetesh ke forca fizike. Sepse në thelb fare, forca fizike të lejt ditë, muskujt të lënë. Kush mbetet pastaj forca plumbit? Forca plumbit është aty që e shkrej pari, nuk është ai që ka budallëku më të madh ta shkrejë pari, apo ta nxjerrë pari armën. Kjo është nivel banal dhe kjo tregon një lloj budallepsie mendore që ka një pjesë e madhe e shoqërisë të rritur në kulturë rruga, në kulturë banaliteti, gangsterizmi, rrugaqëria, domethënë ajo që nuk nga ana sociologjike, domethënë nëse ne këtë
këtë që them unë e ke edhe në televizor, ti po të shohësh në parlament, e ke pati atë si do dalim tek. Ata flasin gangstera, domethënë, kupton, fal, ti je deputet o zotëri, ti për çfarë gangster kemi zgjedhur aty për. Po ti tashu kemi sa dushur, kemi shullazin e ku dëgjon këto që janë këta që janë i vëmë ata në parlament, pse të vëmë juve? A është shembull pra le të themi një sigurisht që po, bëhet dhe shembull. Një përzgjatje le të themi e parlamentit ajo që shohim. Kjo kulturë transmetohet kudo, transmetohet në media, transmetohet në parlament, transmetohet në banaqe, po të shohësh edhe nëpër ato ku ti flet ti kështu, domethënë po të shohësh mënyra se si bëhet debati në studio shpeshherë, i ka këto simptomat e gangsterizmit. Transmetohet në çdo mënyrë se si sillet shteti me qytetarin, sillet si harbut. Dhe policia që të ndalë në rrugë mënyrë se si gjithçka, në fund fare kjo është, pra ne mendojmë që kjo është xhungla jon dhe ky është ligji i xhunglës dhe ushtrohet në këtë mënyrë. Si shpjegohet nga ana sociologjike kur ne shohim një shembull të shumuar kaq shumë, kaq të shpesht, normalisht duhet marrim mësim dhe mos të shkojmë tek ajo, pra të ndalemi dhe të marrim mësim tek ajo, të frenohemi, mos veprojmë siç veproi një rast për shembull që humbi jetën dikush për shkak se kishte parkuar dhe e vrau ai tjetri. Apo ne marrim shembull që ta bëjmë akoma më shumë të. Gjë e parë, shoqëria duhet ti dënoj këto fenomene. Pra duhet të thotë një farë mënyrë që këta janë idiot, se janë realisht idiot. Njerëz që vriten me fjalë goje janë idiot. Njerëz që vriten për gërvishje makine vlen sa ajo gërvishje e makinës. Sa ç'është një bojatisje makine, aq e kanë vlerën. Ose rasti prapë ai që e kanë bërë edhe pyetje në terren, domethënë që pse si bëre kafe, pse tha që ekspresi është një fik domethënë po. U vran aty dhe ç'a ndodhi? Se janë raste që dy u vran aty, dy tjerë janë bërë burgje, pa janë shkatruar 4 familje, se imagjino tash dy palë fëmijësh kanë mbetur jetim, 2 palë tjerë kanë mbetur me babën në burg. Dhe për ç'a? Për sedrën e njërit që nuk ja solle kafen ti kur e kishte fik ekspresin, domethënë, kuptoj. Kjo tregon që këta janë psikopatë, nuk janë njerëz normal. Dhe ti të krenohesh me psikopatin, vetëm nuk e di cila shoqëri mund ta bëjë këtë që të krenohet me psikopatin, të krenohet me budallëkun, të krenohet me vanitet, krenohet me faktin që jeta e jote ka vlerë sa një një filxhan kafe apo një një gërvishje makine, tangëllik momenti fjalë goja apo një gërvishje makine. Pra nëse jeta jote vlen sa një gërvishje makine, ti në fakt e meriton atë plumin që ke marrë atje, domethënë ose nëse ti mund të jesh dhe më i zoti e ke zbraz ti plumin, po ai plumbi e meriton ti i pari, domethënë, sepse fakti që ti e vlerëson kaq ulët jetën tënde, ti nuk meriton të kesh, sepse ti s'ke vlerësim për jetën. Jeta jote nuk vlen. Nuk vlen, jo se s'vlen jeta, se vleta çdo kujt ka vlerë. Po ti vetë ke vlerësuar jetën tënde. Po mos ka lidhje edhe me shoqërinë që jep më shumë vlerë, le të themi, kësaj anës tjetër, nëse ti tregosh i për ulur, i kujdesshëm, anashkalon le të themi këtë lloj diskutimi debati, shoqëria do të dënojë si frikacak. Po kjo është thelbi është që si shihet edhe ky fenomen. Po pra se duhet të jesh trim, domethënë kjo ide e qenë trim është një nga budallëqet më të mëdha, domethënë trimëria tregohet në dinin time, paktën trimëria tregohet në mbrojtjet e dheut, në mbrojtjet e vlerave, parimeve moralit, ku diun fes. Pra gjëra të cilat për ty janë të shenjta. Ktu duhet më tregu trim. Po më tregu trim me mbrojt makinën nga gërvishtja, apo veten nga fakti që kujt i fole ti kështu, a kuptova, apo kush je ti e kush jam unë. Këto janë një popull, ky nuk është trimëri, ky është budallëk dhe ne problemi është që shpeshherë shqiptarët nuk dajnë mirë trimëri nga budallëku, forcën nga harbutëria, a kuptova, pra janë sa i ngatrojmë në këto. Dhe ne mendojmë që po ti je gangster, do të thonë ti je i fortë, nuk je si i fortë, ti je thjesht idiot. Ti je thjesht potencial dhe them dhe gjë që nga përvoja, unë i di kush kanë qenë fort në Tiranës deri para ca vitesh, kam kaluar ditën në Sharr, një lagje tërë që marrësh për një nga më të fortat, i ketë gjithë bashkë, gjithë çunat e asaj lagje janë aty fatkeqësisht për mend të kokës tyre, sot janë varre. Pse? Sepse me këtë lloj kulture, mentaliteti që unë jam kush je ti, kush jam unë jam ky që jam, unë kam emër. Po në fund fare ligji dhe shteti, çfarë roli luan në këtë pikë, pra në këtë për trajtimin e këtyre fenomeneve, domethënë. Po të kishte shtet, të kishte ligj, këto vinë nga zën këto vend pra në shoqërinë tonë për shkak se nuk funksionon edhe shteti dhe ligji ndoshta. Sigurisht që shteti nikon shumë sepse shumë prej problemeve vijnë për shkak se nuk funksionon ligji, nuk funksionon rregulli, nuk funksionon për shkak shteti nuk vepron dhe shpeshherë njerëzit hakmerren vet. Ose shpeshherë njerëzit i dalin për zot fatit vet sepse dinë që nuk është policia ajo që të gjendet dhe ta zgjidh hallin.
Por në shumë aspekte tjera ka të bëjë edhe me edukimin e shoqërisë, kjo është thelbësore. Me çfarë kultivon shoqëri, me çfarë, domethënë, pyetja që mund t'i shtroj unë çdo ministër arsimit, nëse kam kohë që përballem me një ministër arsimi, po është, domethënë, cili është motivi për jetën që ne ju japim fëmijëve sot? A ditë na thot njëri? A e ke ndesh diku që të na thot një politikan apo apo qoftë edhe në një media diku që ne duam që të flasin për njerëzit. Ne duam që fëmijët tanë të kenë këtë qëllim për jetën. Dhe ja ushqejmë këtë nëpërmjet teksteve, nëpërmjet, ku diun, një mekanizma që mund të ketë shkolla jonë. Shkolla jonë çon fëmijët për Halloween, organizon Halloweenit apo bën pushim me orë shkurtuar ka pas bërë dikur për Shën Valentin. Kanë pas bërë ne, po çat, tipo po do më mësu fëmijët me gjë dashnore, domethënë sikush është qëllimi se ato ekspertë janë vetë kalamoj domethënë për këto lloj muhabetesh. Puna është ti si shkolla po jep në gjë tjetër, mos ne këto dini bëjnë vetë ata. A kupton ti çfarë modeli jep ti fëmijës? Çfarë i përmbush ti tek fëmia tek Halloweeni, domethënë tek një, ku diun, shndrimi, veshja si shtriga apo maskimi si kunguj. Më thënë, ideja e kungullit dhe shtrigës, çfarë përcjell tek fëmia ti si institucion edukues arsimor, domethënë çfarë kultivon ti tek fëmia nëpërmjet kungullizimit të jo vetëm ne, por ne kemi edhe sistemi arsimor edukativ, domethënë ne kemi nuk ka pra, ne mundohemi ose ne themi sukses është se arritëm, ku diun, për shembull ka ca që thonë që ja fëmijët tan, studentët tan kur kanë shkuar në universitetin jashtë shtetit kanë dalë me 10. Ekziston ky lloj miti, sigurisht që disa prej nxënësve tan do dalin me 10, dhe është logjike, ndërkohë që shumica nuk është se kanë dalë mirë, ose edhe mund të kenë dalë, por si ka kjo. Në thelb, e para, sistemi arsimor nuk ka për qëllim vetëm t'i ofrojë aftësi dije shkencore, tek cilat dhe ato ne jemi në fundit sepse programi PISA-s e tregon se çfarë ku jemi, por edhe sikur, problemi pikës parë është çfarë edukojmë ne. Ke brumosje me karakteri. Rrisin në një brez të ri i cili premton një të ardhme të shëndorë shoqërinë tonë nesër. Kjo është pyetja që duhet i përgjigjet çdo ministër arsimi dhe çdo drejtor drejtorie apo drejtor shkolle në këtë vend. Domethënë cili është modeli? Dhe para, dhe dyta, unë kam parë për shembull në tekst psimor gjende fotografia Noizit si figurë këngëtar rapi dhe pra i tregon fëmijëve tan Noizin, domethënë se s'kan ku ta gjejnë fëmijët, duhet t'ia tregoj shkolla. Po shkolla duke vënë Noizi aty, shkolla legjitimon modelin që Noizi ofron tek të rinj. I cili për mua, unë s'kam fare problem personal me të, por modeli që e përhap tek rinia nuk është i shëndetshëm dhe i mirë për të rinjt. Pra, të këndosh për drogë, për ku dëgjon, për armë, për femra, për makina, për jetë në lukë. Unë nuk e shoh si model pozitiv dhe nuk e shoh si shkollën si, aq më tepër shkollën, kjo është dramatike, si institucion që promovon këtë lloj modeli. Dhe në vend që shkolla të jetë në luftë me këtë model, shkolla promovon vetë këtë lloj modeli. Pra shkolla duhet që të menojë 24 orë si ta shkyç, si ta shkëpus fëmijën nga ky lloj modeli për ta çuar tek modelet e dhura. Ose ka këtë lloj gjë. Dhe pastaj dalin fufar vriten për gërvisht e makinash. Po ky është pra brezi që edukojnë. Gjithashtu ka pasur që ne kemi ushqyer vetë dhe kanë prodhuar botën e shtrigave në rrjetet e përditshëm. Meqense dolëm tek Ministria e Arsimit, tek drejtoritë e arsimit. Duhet dalë pak të qëndroj tek niveli i parlamentit shqiptar, domethënë ato prurë që ka pasur këto vjet e fundit, le të themi, nuk po them vetëm për këto 3-14 vitet e Partisë Socialiste që është në qeveri, është në pushtet, por ndoshta edhe më parë, domethënë si ka ardhur ndër vite deri më sot ku jemi, domethënë me ato 140 veta që janë atje brenda që ne se un kam atë bindjen time që i zgjedhin domethënë ato atje. Po i zgjedhin më të mirët tan. Ata më të mirët. Ata na përfaqësojnë drejtësisht. Dali kush është pyetja këtu? Pyetja. Si e shoh? Jo, po do ta shpreh vendin time. Se e kam shpreh vazhdimisht, po me sa duket edhe ju e keni shpreh. Si e shoh nivelin e parlamentit? Si nivelin e parlamentit që ka ardhur ndër vite, domethënë. A gjen veten ti që të përfaqësohesh? Përgjithsisht pozitiv mendoj. Është thua që unë më në fundi po shifja, po shifja që po zgjesh Zegjineja me Josefina Topallin tash. Ajo thoshte që në kohën tonë ishte Namik Dogria thoshte ajo dhe sot ka dalë këty, ndërkohë që në një kohë para ishte dikush tjetër dhe dolën ke Josefina, do na kupton tash.
Tu janë ka ardhur më për keq le të themi, kjo është po zinxhiri. të shohësh ashtu si studio televizive që po flisim që shkon studio për të mos thënë asgjë, domethënë dhe në fund fare organizohet debati që të mos thuhet asgjë, edhe në parlament po të shohësh, shkon në parlament që të mos thuhet gjë. Edhe madje e keqja është që opozita që është më interesuar që të thuhen gjërat, edhe ajo s'thot asgjë dhe bën zhurmë, ty flak, zemë ato foltore, bën shtyen me ata gartistët atje, do të thonë kakofoni komplet, zhurmë, në fund dhe ndërkohë qeveria miraton ligje, e kupton, ngren dorën ata në zhurmë sipër, ka kalu buxheti, ka kalu ligjet, ka kalu tash do kaloj kodi penal. Gjitha me radhë. Çfarë diskutohet? Nuk ke ngjuar një debat kohët e fundit për një çështje reale që të diskutohet dhe trajtohet me hollësi dhe me seriozitet, domethënë në fund fare me një vendim qoftë i keq, po diskutohet. Po që diskutohet ai vendimi, po e vërtetë është. Një pikë që diskutohet pro dhe kundër. Çfarë mendimi ka pala e oponencës dhe pala e pushtetit qeverisë, le të themi që ka propozuar ose ka dhe parlament gjithë debati kush e di kush jam unë prap. Po edhe aty është ti ashtu, ti ke botë, ti ke, se ne dim ne ku ke shku ti, ku ke gjithë fustanit, nuk ka më diskutim mbi fakte, mbi argumente, mbi ide, se nuk ka më, nuk ka vdek politika e mbështetur mbi pikpamje, mbi fakte, mbi realitete konkrete. Politika është midis njerëzve të cilët vënë egot e tyre në lojë dhe kush thot batutën më të mirë, kush ja kalli kujt me fjalë, edhe kush triumfoi debatin në banalitetin që gatuhet aty. Realisht pastaj është një pasqyrë e gjithë kësaj se çka folëm shoqëria jon, parlamenti pra është një pasqyrë e shoqërisë tonë aktuale. Apo nuk zëvëm. Pra siç është parlamenti është edhe shoqëria, duhet ta lënë tek ajo. Deri diku mund thuar se po, por unë mendoj që tek ai citati që çdo vend domethënë meriton qeverinë që ka, dhe kjo është e vërtetë, po shiko, ka një gjë që unë nuk besoj se shoqëria themi ka qenë më ditur në 90-ën se sot. Ndoshta për shumë gjëra ka qenë shumë herë më në errësirë, po sigurisht sot ka shumë probleme tjera, po gjithsesi ka një gjë që nëse deri dje elita ishte më e kultivuar, sot elita është më vulgare. E kupton? Ky është problemi i madh. Ndoshta shoqëria mund të jetë aty, por ajo çfarë na përfaqëson sot ka ul nivelin e saj, sepse kjo vjen edhe nga fakti që sot nuk ka më politikë reale, politika bëhet nga kryetarët. Nuk ka më elitë politika, po klasë politike realisht. Ne sot kemi gjysmës ministrave, unë ka disa ministra që s'ja kujtoj mirë emrat, që merren me politikë, jo më njerëzit e thjeshtë. Nuk e di kush është ministri, mund ta shohësh në rrugë dhe thotë ku ti hapet sik rrugë. Mund të sillet ministrit që do ishte gjë pozitive, po sillet nga pa njohur, pa ditur, sepse nuk i njeh. Domethënë ky është problemi. Dhe në momentin që ti pa ty të qeverisë njerëz që nuk i njeh, imagjino tani çfarë është se thelb cili është kuptimi për demokracinë. Demokracia këta janë përfaqësuesit e popullit. Përfaqësuesit e popullit kur populli nuk i njeh. Domethënë kjo është paradoksi kur të fut. Sepse ne votojmë, nuk votojmë më njerëz, ne votojmë dy njerëz, Berisha, Rama apo ku diun ai tjetër që mund të jetë i vogël, po domethënë e adresojmë politikën tek kryetarët. Nuk ka më politik, nuk ka më klasë politike, nuk ka më individ me aksione politike. Gjitha aksionet janë tek ai dhe ai shpërndan dhe zgjedh këtë dojë. Dhe pastaj ne zgjedhim dhe të dyja krahët i luajnë marionetat e tyre, siç është Rama. Gjithë tjerët janë shërbëtorë të njëjtit, domethënë ai nuk ka aksione të veta. Gjithë çka ka i ka varur nga ai. Dhe kjo pastaj e bën shumë më banale politikën dhe kjo ka ardhur që diskursi të degenerojë gjithmonë më shumë dhe gjithmonë më pak, edhe nëse sot dikush politik mund të flasë më seriozisht, nuk e dëgjon më njëri, sepse e mbyt kakofonia. Në zhurma që krijohet, zhurma boshe. A është sikur shoqëria jonë shqiptare nuk ka asnjë lloj interesi më sot nga politika, ka humbur le të them edhe besimin ose për pjesën që nesër mund ndodhi diçka, mund vi një frymë mirë, mund ndryshoj për mirë për Shqipërinë. Ka shkuar le të themi edhe me protesta që bën opozita, por edhe le të themi organizata të tjera ose individ të ndryshëm le të themi, sado me atë fuqinë e tyre që kanë që organizojnë një protestë për çështje nga më ndryshme. A shohim që ka edhe një tërheqje që s'besojmë. Pra ikë se këtë punë ka ky, po ikë se ky është i atij apo këto luftojnë për vete. Po sepse ky nivel, ky diskur dhe ky përjashtim i interesit qytetarit nga diskursi publik. A është me vend të qëndrim të shoqërisë? Prodhon patjetër prodhon zhgënjim tek qytetarit dhe zhgënjimi pastaj interpretohet në forma ndryshme. Disa
ikin nga ky vend, marrin rrugën, shkojnë kurbet. Disa të tjerë thjesht janë indiferent, apatik, ky vend s'bëhet dhe shohim rregullim punën tona ku jemi. Disa të tjerë mundohen pastaj ta përdorin politikën jashtë një lloj ideali, po thjesht për të kapur ata në një gjë, domethënë e përdorin si instrument për të marrë një post, për të marrë një tender, për të kap një, ku diun, një leje ndërtimi apo një gjë tjetër, dhe pra për të përfituar për politikës. Po, ju e quhet pak më lart, por unë dua të prektes që më ka bërë më shumë përshtypje që është krijuar një lloj modeli i të rinjve shqiptar që ndoshta edhe kur janë edhe me studime ose nëpër shkolla, qoftë edhe në shkollë të mesme, pa kaluar më lart, që kanë krijuar ato idenë që mbajmë një flamur në dorë, të shkojmë të marrim pjesë në një fushat, se do marrim një pozicion pune. Ka pas një studim. Pra, si është këtë si qasje në përshkallëzimin ku mund shkojë një shoqëri, nëse ndjek si model prej vitesh të Ka pas një studim për të rinjt, i cili nxirrte që shumica e të rinjve, një pjesë e mirë tash si më shifrat, aspironin që të punojnë në shtet, pra që të kenë punë të rehatshme dhe të pasurohen sa më shpejt. Që janë paradokse se nuk është, dhe shumica, me një pjesë e mirë e tyre, e shihnin angazhimin për parti politike si instrument për të realizuar nevojën për jetën e tyre, pra avenirin e tyre në jetë, pra që për karrierë të suksesshme, për të pasur para, për të pasur. Pra, domethënë një lloj zhveshje të rinjve nga idealizmi. Dhe kjo për mua është lajm shumë i keq, sepse nëse s'ka idealizëm të rinj, ku drejtin do gjesh idealizmin pastaj, dhe pra nëse ti nuk shikon që të rinjt të kenë shpresë dhe të kenë dëshirë që të bëjnë ca gjëra të mira, si do shpresosh ti që disa të vjetër që janë aty prej kohës të korruptuar do të mund të rregullojnë këtë realitet. Dhe kjo është për shkak të mungesës edukimit, një, dhe dyta mungesës një lloj sistemi karriere, qoftë në politikë, po qoftë edhe në të gjitha fushat e tjera. Këtu ka një lloj deficiencë në çdo aspekt. Pra kudo po të shohësh, jo vetëm në politikë, në çdo lloj fushë ka probleme të tilla, ku më të qinj, më të pamoralshëm, më të pandesh, më të pavirtytshëm janë ata që janë maj. Sepse është krijuar si rrjet gjithandej, domethënë që njerëzit mbajnë njëri tjetrin dhe konflikti i interesave ka prodhuar këtë lloj, pra ka nxjerr deti këtë lloj zgjyre në breg, dhe ajo është që mban shoqërinë. Është një formë dorëzimi, le të themi, kjo që thoi pranojnë ne, okay, nuk ja dalim dot, kemi humbur, pakon s'kami të bastonit këtu. Kjo është kthyer në kështu, në fatalitet tek njerëz. Do thonë, edhe këtë shikon në çdo dikastë, në çdo vend pune, në çdo ku diun drejtori gjithmonë dhe ka hierarki të ligësisë. Sa më lart je, zakonisht aq më problematike është. Ka disa të tjerë që do donin të ishin si ai, aq të lig, po s'munden dot, po që kjo është mënyra. Dhe po të shoh për shembull, zgjedh në universitet, po të shoh të fundit. Kam parë disa për atyre, gjithmonë më të pamoralshëm, më të paaftët. Ata që kishin plagjatura, ata u bën rektor, shefa departamentesh, dekan. Pra në gjithë kandidaturat që konkuronin, fituan më të qinjt. Po të shohësh ka sot shumë prej dekanëve dhe shefëve departamentet, të cilëve ju ka dalë që përpara që kanë plagjatur dhe kanë marrë vota. Tani kur pedagogu dhe studenti shkon ja jep votën atij i cili e di që e ka plagjatur doktoraturën. Pra të më thonë që sistemi vlerave këtu ka degeneruar dhe vetë njerëzit pra nuk të votojnë ty se ti ke vlerë. Votojnë sepse mendojnë që aty mund të shtyjë përpara interesat e vet, apo mund mos ta luajë, ose e kam mirë me ato dhe nuk më prish ku diun interesat e mia në vend të punës, nuk më cënon ku diun, nuk më kërcënon me heqje nga puna apo ku diun. Pra gjithë sistemi këtu është për çfarë fitoj unë. Dhe kodoshët më mëdhenj ata të cilët dinë menaxhojnë më mirë këtë trafikun e interesave të vogla të secilit aty ku është. Dhe kjo ka bërë, mendoj që në çdo institucion të ketë një degradim të thellë të interesit për punën, apo për suksesin e institucionit në raport me detyrat që i ka, si funksion publik, domethënë. Është problem. A ekziston frika sot? Teksa dëgjojmë me të gjitha këto janë shumë guxime që shoqëritë, edhe kur flasim për tonën, domethënë që i kanë marrë përsipër këto për t'i shkelur gjitha, pra që janë shkërmoqur gjitha vlerat dhe sot po çahet me antivlera. Por duke nisë që nga shoqëria, por edhe tek individi vet. A ekziston një lloj frike tek këta njerëz, domethënë? Çfarë do të ketë në raport sociologjik dhe psikologjik, domethënë, qoftë edhe të brendshme, të shpirtit dhe zemrës, domethënë, varet nga ajo se çka beson edhe çdo individ. Frika është tek në raport hierarkik. Ai që vartës ka frikë atë që është shef se mund i bëj keq.
Kështu i masin gjitha njerëzit. Ai që është shef ka frikë atij që është sipër. Dhe ja shtyp kokën atij që është më poshtë. Dhe kjo është tipari i shoqërive primitive në thelb, që nuk kanë të orientuar nga një lloj vlere. Në thelb matematika dhe pushteti vetvete konsiderohet si një instrument i një lloj krenarie absurde të njerëzve të zhveshur nga vlerat. Pra njësoj si ai gangsteri në rrugë që krenohet se është trim, është gangster. Ky tjetër krenohet se është shef, se unë jam i pari dhe unë jam shtyp kokën atyre që kanë poshtë. Ky është mentaliteti provincial që ushqet gjithë strukturën tonë shtetërore në çdo vend pune, në çdo dikase, sidomos në shtet. Pra, unë jam shef dhe çfarë vlere kam unë jam vlera se jam shef, se drejtoj njerëz dhe unë kam fuqi dhe pushtet mbi të tjerët. Këtu nuk zhvishet personalja nga atributi i funksionit publik që ke. Dhe njerëzit e lidhin këtë si diçka atribut të tyre. Në fakt, ti je shef është përgjithësi, nuk është domosdoshmërisht në arritje. E para, e dyta, ti je shef në një sistem karriere të tillë. Krenarie mund të jetë. Nuk kanë krenuar, domethënë. Si të bësh se këtu mënyra se si bëhet karriera është ti lëpihesh tjerëve, të bësh dallavere, të bësh servilin, të bësh konfliktin, të bësh dhe korrupsion, që ta lysh diku, themi ne, ta lysh do thotë bësh korrupsion, ti japësh dikujt, që ti të arrish një post. Qoftë ky edhe me zgjedhje, qoftë ky edhe me emrim. Dhe nëse ti ke arritur këto, me këto mjete, dhe ti krenor pse ke arritur këtu, çka ka këtu për krenuar? Problemi është që këta krenohen sepse këta s'kan mjete të tjera krenarie, përveç arritjeve. Pra unë jam i suksesshëm, thotë se arrita e kapa këtë. Se si e kape ti këtë, që e din gjithë për shkakun që ti e kape me marifete, me pisliqe, ty nuk të skuqet faqe për këtë, ti nuk ke problem të. Ti krenor se e kape, domethënë. Dhe kjo është zvenitje totale e vlerave, dhe zvetnimi i vlerave në mënyrë shkatruese. Pra ti nuk e mat profesionalisht vlerën tënde në karrierë. E mat me këto marifetet, me brylat, me kulisat, me intrigat, me mënyrat se si ti arrin të depërtosh në xhunglën e përditshme. Pa thjesht në ligjin e xhunglës ti e kafsh me. A ka pasur një kohë të artë shoqëria jonë shqiptare, e cila mund të ketë qenë ajo, domethënë, që ka qenë le të themi e pranueshme? Po nuk besoj te kohët e arta, unë besoj që shoqëritë unë ndaj shoqëri normale dhe anormale sot në këtë. Unë mendoj që shoqëritë më parshme, shoqëritë tradicionale kanë qenë normale brenda logjikës së kohës së tyre, me shumë probleme, me problemet e tyre normal, me vështirësira, me shpeshherë me sakrifica. Por kanë qenë shoqëri normale, njerëzit kanë jetuar normalisht dhe besoj që relativisht lumtur. Sot shoqëria është anormale për shkak se është ndërtuar keq dhe unë besoj që anormaliteti më i madh që ka ndodhur në vendin nga komunizmi dhe kjo ka prodhuar një deficiencë të thellë e cila trashëgohet dhe sot dhe ka prodhuar këtë lloj monstrumi që është shoqëria e sotshme ku asgjë nuk është në vendin e vet dhe asgjë nuk ka vlerën e duhur. Jo se kjo shoqëri nuk ka vlerë, unë besoj që shoqëria shqiptare, si shumë shoqëri të tjera, nuk besoj që jemi në një popull superior ose në një popull i veçantë, një popull normal, por që ka vlera. Sigurisht që ka vlera, por mënyra se si është ndërtuar mekanizmi që shpërndan të mirat në shoqëri, i pengon vlerat që dalin pa dhe nxjerr gjithmonë zgjyrë në krye, pra zgjedh më të keqen e zgjedh në sipërfaqe dhe vlerat mbeten të padukshme. Dhe nga ana tjetër, vlerat njerëzit dhe demotivohen, se duke parë që vlerat nuk vlerësohen, njerëzit duke qenë se duan të jenë suksesshëm, shpeshherë i lën. Pra, edhe nëse kanë një vlerë, heqin dorë për saj sepse nuk e shohin atë si një atribut që vlerësohet tek tjerët, një dhe e dyta që mund t'i bëjë të jenë të kënaqur në jetë apo të realizojnë diçka në jetë. Është një temë që më pëlqen shumë, që ndoshta ne e prekëm në mënyrë të përgjithshme. Unë e kam bërë edhe në forma të tjera si pyetje edhe në terren. E brendshmja apo e jashtmja. Pra, sot kujt po japi më shumë rëndësi? Të brendshmes apo të jashtmes? Po ne të brendshme kemi shkatruar, kemi zhdukur. Është një gide bordësh, një studiuesi, teorician interesant që merret me shoqërinë e spektaklit. Thotë që bota e spektaklit ka zgjesuar ekzistencën e çdo gjë tjetër për spektaklit. Pra nuk është se kemi spektakularizuar atë çfarë shohim ne. Por e vetëm gjë që ka vlerë dhe që ekziston në realitet është spektakli, gjithçka tjetër është inekzistente sepse nuk merr pjesë
pra nuk merr pjesë aty ku merret vendime, aty ku organizohesh, pra duke qenë jashtë vëmendjes e zërës se ekziston, pas ka më rëndësi. Dhe për pasojë brendshmja është inekzistente. Brendshmja është si s'është, nuk ka rol. Njerëzit shfaqin vetëm të dukshmet dhe komunikojnë vetëm nëpërmjet të dukshmes dhe interesohen vetëm për dukjen. Këtë e thonë për mas, pra në mas shihet gjithë shoqëria e sotshme. Këtë e thonë për Guy Debord francez, domethënë. Po, e qartë shihet mas, domethënë sot akoma më shumë se këto i ka thënë ky nga vitet 80-90, mos gaboj, ka shkruar librin Shoqëria e spektaklit. Sot është akoma më theksuar sepse sot spektakli është bërë kibernetik, domethënë akoma më shumë ne jetojmë tek dukja. Madje dukja jonë është selektive, ne kemi ndriçuar një aspekt të dukjes, atë që ne shfaqim nëpërmjet komunikimit digital dhe ajo çfarë ne jemi. Po të shohësh hap profilin e gjithkujt dhe ti do shohësh që atë që do gjesh nëse do i njohësh ata njerëz, atë që do shohësh në çfarë shfaqin profile janë komplet tjetër gjë nga çfarë janë në realitet në përditshëm. Mirë, po kjo realitet e përditshme nuk ka më rëndësi. Është mundje një gjë që ne infektohemi edhe nga njëri tjetri, patjetër që po. Shoqëria kështu ndërtohet nga duke parë, duke por në thelb kam pa një autor interesant që thotë për shkakun që në botën moderne, njeriu modern thotë i ka djegur duart në zjarrin që ka ndezur për të harruar veten dhe pra ne kemi krijuar duken tonë si instrument për të harruar veten tonë dhe këtu ne kemi djegur duart tonë, pra kemi djegur veten tonë tek kjo gjë dhe në thelb ajo çfarë bota moderne krijon është zhveshja e qenies njerëzore nga thelbi vet. Pra të jetuarit në sipërfaqe të qenies tënde, ai thoshte në periferi të qenies njerëzore. Pra edhe merrte si shembull një rrotë qerreje dhe thot periferia është ajo perimetri i qerrës. Dhe ajo ka thot këto spicat që lidhin boshtin e qerrës me perimetrin. Dhe këto janë thot shqisat dhe perimetri ose boshti është shpirti njerëzor. Ne kemi vrarë shpirtin njerëzor. Ne jetojmë një kulturë totalisht materialiste, madje themi spektakolar, jo thjesht materialiste. Jo vetëm materialiste, por edhe në kuadër të spektaklit. Dhe qenia njerëzore as nuk ka më shpirt, as nuk ka interes më për shpirtin në vetvete, për ndjenjat më të thella, më të brendshme, për atë çfarë je ti në thellësinë tënde, sepse mungon thellësia, është vetëm seksia, është vetëm sipërfaqe, ne jemi zhbër nga dimensioni i vertikal. Ne jemi vetëm në sipërfaqe. Mine kujtoj njërin që thoshte kultura jonë e progresit, nevojës për të ecur përpara, na bën që të humbasim lidhjen vertikale, lidhjen me Zotin apo me diçka tjetër, me shpirtin. Dhe kjo është motoja e përparimit, e të ecur përpara, e progresit, është moto zvarranikësh thoshte, do të thënë e njerëzve që nuk njohin dimension përveç sipërfaqes. Pra zhvendosjes në sipërfaqe, jo në raport vertikal po. Është fiks tek ajo se çka doja të jap edhe unë mesazhin për ta përmbyllur këtë, duhet të falenderoj shumë. Ka pëlqyer shumë kjo bisedë dhe shpresoj që të jetë me shumë vëmendje dhe uroj që të reflektoj tek unë rradh parë, pastaj edhe tek gjithë ato që do të marrin, ndoshta ti shërbej në jetën e tyre, nuk është se po japim atë ilaçin për të. Jo, s'ka ilaç, nuk jam receta, nuk jam doktor. Dhe shiqyes e ke pak keq nga doktorët domethënë. Të qëndrojmë te ky raporti vertikal, domethënë meqense jemi edhe në muajin e shenjtë madhërishëm të Ramazanit, domethënë sa e nevojshme është që pa hyrë, se mund duket pastaj sikur po bëjmë edhe në thonjza atë propagandë fetare, por pa u futur fare edhe në vetëm një besim, por edhe në besime të tjera ku çdo kush mund besojë edhe në atë siç ka krijuar ose ka zgjedhur vetë të ketë besimin e tij. Por sa i rëndësishëm është raporti i individit, i krijesës, domethënë, nga i krijuari, pra nga Zoti. Pra i njeriut me krijuesin, me Zotin, domethënë. Sot ka ikur, le të themi, është bërë, le të themi, frika ndaj Zotit. Nëse ne do të kishim frikë. Ka një gjë, themi se ne marrim shoqërinë se deri tani folëm kështu për problemet shumë që ka bota moderne. Mirë, po nga ana tjetër ka një gjë që gjithë këto probleme kanë sjellë dhe një nevojë që shpesh njerëzit kanë për këtë vertikalen. Dhe shumë studime flasin dhe tregojnë që ka një rizgjim,
apo një rikthim të shoqërisë apo të shumë njerëzve tek jeta fetare. Po kryesisht e shohin tek më shumë tek sektet apo tek grupet caktuara fetare, të cilët kanë një lloj ekspansioni, një lloj energjie, energjizimi të lëvizjes, një lloj optimizmi që përhapen etj etj. Dhe kjo është dediku pozitive dhe kjo vjen, mendoj unë, edhe vetëm se mendojnë, po kështu thonë dhe shumë studios, domethënë që kjo vjen edhe për shkak të boshatisje shpirtërore që ka koha e sotshme dhe në fakti që ne jemi qenie që kemi nevojë për shpirtëroren dhe sigurisht që kemi nevojë për këtë dimensionin vertikal dhe për këtë arsye njerëzit kërkojnë prehje diku dhe sigurisht që feja ja ofron këtë prehje. Gjithsesi këtu jemi në nivelin themi të nevojës psikike që ka njeriu për të besuar. Unë besoj që njeriu psikikisht ka nevojë që shpirtin e tij ta lidhë me diçka. Vetë religioni, nga vetë fjala thotë religare, me u lidh. Dhe pra në u lidh shpirtërisht me diçka. Dhe për mua gjëja më e madhe me cilën ti mund të lidhesh dhe lidhja jote është më e fortë është lidhja me Zotin. Nuk mund të ketë lidhje më të fortë, më të qëndrueshme dhe më ngushëlluese për shpirtin njerëzor sesa lidhje me atë që presupozohet që të ka krijuar ty dhe gjithë botën dhe ka krijuar lindjen dhe vdekjen dhe këtë botë dhe botën e përteme dhe gjithçka tjetër. Pra kjo është një ngushëllim shumë i madh dhe kjo është një frymë shumë e madhe optimizmi që e përfshin njeriu sepse të bën ty të ndjehesh që ti jeton në një raport me diçka universale, të përteme, kozmike, pra kaq të madhe dhe ti je pjesë e kësaj, domethënë. Sigurisht që kjo është një ngushëllim shumë i madh dhe kjo është gjë shumë e nevojshme për njeriu, për shpirt njerëzor, sepse ne nuk kemi qenie që vetëm ham, pim, lajkohemi, bëjmë ku diun, pra nuk kemi qenie biologjike, thjesht. Jemi të pajisur me gjëra përtej biologjikes. Një pjesë është intelekti ynë i cili ka nevojë të ngopet me dije, me mahnitje me botën, dhe kjo vjen nga dije, nga të njohurit. Por edhe shpirti ynë ka nevojë të ngropet me dashuri, me ndjenjë, me pasion. Ato ta përmirësonte kjo shoqëri nëse do të kishim këtë lidhje? Sigurisht që po, nuk diskutoj. Unë besoj që një prej arsyeve pse ne jemi në këtë pikë edhe nëse kemi harruar Zotin, domethënë, apo një pjesë e mirë është, pra, evolutimi i modernitetit është një farë mënyre një lloj defetarizimi i shoqërisë dhe njëkohësisht dhe demistifikimi i shoqërisë, pra humbja e mistikës, humbja e lidhjes shpirtërore, humbja të fshehtës, humbja pra një gjë shumë të rëndësishme mendojnë për shoqërinë. Dhe kjo i bën pastaj shumë njerëz që të kërkojnë rikthimin tek feja si shpëtim nga ky betonizim i qenies ton tek materiale, domethënë. Por nga ana tjetër ka dhe një gjë që në thelb ne jemi qenë të vdekshme dhe ne duhet të mendojmë që në një farë mënyrë ajo çfarë duhet na shqetësojë nuk është vetëm as edhe shpëtimi nga aspekti i shpëtimi psikik i qenies ton, por duhet na shqetësojë dhe realisht shpëtimi i shpirtit. Pra, nëse ka një Zot, çfarë marrëdhënie kemi ne me të? A kemi bërë ne për të atë çfarë ai kërkon që ne të bëjmë? Pra ne duhet një farë mënyrë të na shqetësojnë këto lloj pyetjesh të cilat në gjithë historinë e njerëzimit e kanë shqetësuar njeriu, përveç kohës që jetojmë ne sot, për kohës moderne. Sot jo, Pra sot nuk kemi parë njëri të shtrojë këto pyetje dhe bazë nëpër media ke parë s'para diskuton njeriu, ore. A do jemi ne të shpëtuar ose ku shkojmë ne pas vdekjes? Ke pa në emision për këtë gjë, nuk para. Ose edhe kur bën emisione fetare, bides unë shoh shpeshherë dhe prifërinë dhe hoxhallarët na thonë ne të mirat që ka feja, të shembull të tipit që feja i bën njerëzit të jenë më dashur, më të drejtë. Patjetër që i bën po. Por në fund fare njeriu nuk beson për të qenë më i dashur, më i drejtë, se këto në fund fare mund t'i bëhet vetë ore pa Zotin, nëse jam vërtet mirë që do të bëj. Lakohet edhe kjo shprehje që thonë mjafton mos më bë keq, më bë mirë dhe është e mjaftueshme vetëm kjo do. Në fund fare besimi, paktën besimet e feve të mëdha, të cilat janë edhe në Shqipëri, qëllimi kryesor nuk e ka thjesht këtë. Sigurisht që njeriu duhet jetojë mirë etj dhe feja ka këtë qëllim, që të jetë i vllazëruar, që të bëjë mirë etj, por në fund fare edhe të kënaqësh Zotin me qëllim që Zoti pastaj të shpërblejë ty në jetën e pafundme, e kupton? Kjo duhet shtruar kjo lloj, pra këto duhet të jenë pyetje që janë shumë interesante, debatet interesante, dhe bukura dhe tabu tani. Dhe janë duket sikur po flet për budallëqe. Sot janë bërë domethënë kështu. Do të flasësh për këto gjëra janë budallëqe, kurse të flasësh për shembull për kur diun silikonin tek buzët apo tek ku dëgjon duhet bërë gjoksi i madh apo i vogël tek gratë apo ku diun, që flet dhe për ditë masivisht, këto janë normale.
këtë ka bërë media, anormalizimi i përditshmes. Sepse flitet për budallëqet, thjesht në mënyrë krejt normale dhe kur ti merr përsipër të shtrosh diskutime shumë serioze, shumë thella, to duken si anormale, çuditshme çan të muhabete që po bën. Shumë të vlefshme. Patjetër që të vlefshme. Por përqendruar pak tek Ramazani, meqense the që diskutohet në media, por kryesisht për Ramazan, nëpër media ka panele diskutimi siç thatë edhe ju që ftohen hoxhallar, njerëz të fesë, të dijes, por ajo që më bën shumë përshtypje, më vjen me qesh, domethënë është në që shtrohet i gjithë diskutimi se çfarë të mirash ka Ramazani dhe shtrohet pastaj kalon në pjesën e termit fasting, vetëm në pjesën e ushqyerjes, domethënë. Por ndërkohë që duhet që më cekësh pak ato çfarë është ushqimi më i mirë, domethënë çka të jep Ramazani, çfarë do të bëj më mirë. Interesante është që pra diskutimi shtrohet për Ramazanin, i cili në thelb, pra agjërimi, fasting është që ti të shkëputesh nga ushqimi. Dhe ti kur flet për Ramazanin, flet për ushqimin. Domethënë ti flet për atë për cilin muaj ka ardhur që ti të abstenosh në gjithë ditën dhe pastaj ti mund të konsumosh pjesën e natës, por domethënë është një lloj shkëputje nga kjo. Domethënë një farë mënyre ne flasim edhe për fen shpeshherë biem në këtë grack në mënyrë materialiste. Pra ne flasim se sa mirë i bën trupit ton shkëputja nga ushqimi, që është diçka materiale. Pra kufizimi materiale sa mirë bën materialet ton. Në thelb ju si e shihni vetë? Jam shumë kurioz. Sigurisht, shiko. Jo vetëm ato se çka shkruat ose e kemi dëgjuar, kemi lexuar, por si e kupton ti domethënë? Prej sa vitesh agjëroni? Unë jam mbajt që prej diku tek 16 vjeç, ndoshta. Që 16 vjeç. 15-16 vjeç. Si e shet domethënë? Jam 47. Domethënë vit 31. 31. Vite që agjeron. Si e shet vetë domethënë ti? Shiko, ka një gjë shumë të rëndësishme. Unë e shoh kështu që her pas here njeriu ka nevojë që të rikthehet tek vetvetja. Përditshmëria jon, jeta frenetike që ne kemi çdo ditë, marramendja e përditshme, merrem me shkollë, me punët, merrem me gjërat, merrem me shoqërinë, merrem ku diun me ndeshjet, me sportin, me ku diun me media, me budallëqe, me debat, me politikë. Gjitha këto janë një mbushje e madhe përditshme dhe një lloj angazhimi i trurit ton përditshëm në përditshmërinë vet me gjëra të cilat nuk është se na ushqejmë në një gjë. Sigurisht janë nevojat tona të përditshme që merremi, na dalin shpeshherë janë të kota, po që na janë bërë si vese më marr, po merrem me këto. Vjen një periudhë kohë që njeriu ka nevojë që të ndalet dhe ti shuaj gjitha shqetësimet e tjera dhe të përqendrohet tek vetja vet. Sepse në përditshmërinë tonë ne harrojmë veten. Domethënë duke u marrë me shqetësimet e përditshme, harrojmë atë që është më thelbësore për ne, atë që është më qendrore për ne, që ka të bëjë me shpirtin ton. Dhe ky është një moment mendoj që ti të rikthehesh tek shpirti jot, të rikthehesh tek vetja jote, të merresh me veten tënde, ta rigjesh veten tënde, ta ridimensionosh veten tënde dhe është një vetë përmbushje shumë e rëndësishme për njeriu. Ti nuk e bën ndoshta për ditë këtë punë, por ama ka një pjesë të vitit ku ti e bën më së miri këtë dhe kjo është gjëja më e mirë që mund të bësh. Kjo të mban gjallë, domethënë, dhe kjo e shoh si shumë pozitive dhe shumë të rëndësishme. Dhe sigurisht që kjo i bën mirë dhe shoqërisë, sepse shoqëria ka nevojë të rikthehet te disa vlera të cilat janë thelbësore për njeriu, që nuk i gjen dot kund tjetër. Po si e shef në reflektim tek vetja, çfarë të ka bërë ty që ti jesh ndryshe sa herë që agjeron dhe ndalesh për Ramazan? Çfarë të përmirëson ty? Çfarë dobish të mira ka tek ti domethënë? Po, e para njëherë të vetëdison ty për kotësinë shumë shqetësimet tua të përditshme. Kur ti mendon mbi fjala për gjëra, sepse vetë natyra që ka Ramazani, domethënë jo vetëm Ramazani, po feja në përgjithësi, sepse duke bërë një ushtrim fetar, ti sigurisht reflekton më shumë mbi aspektet spirituale të natyrës njerëzore. Dhe kjo të bën sepse Ramazani ka dhe një element dhe duhet ta ketë në çdo ritual fetar, reflektimi mbi shpirtin njerëzor, mbi Zotin, mbi krijimin, mbi universin, mbi të lexosh librat e shenjtë, gjitha këto të bën ty të reflektosh mbi të përjetshme, mbi dimensione të tjera të jetës përditshme që nuk i ndesh në jetën përditshme dhe sigurisht që këto të bën ty të vetëdijshëm mbi realitetin që ti jeton. Pra, shpeshherë ta bën ta shohësh
pra ta kuptosh realitetin tënd se sa të kodë janë shpeshherë shqetësimet e mëdha që ne na shqetësojnë edhe përditshme, dhe se sa e bukur është jeta që të ka dhënë Zoti, dhe se sa e rëndësishme është ajo, dhe se si ti ta shfrytëzosh atë për mirë, duke qenë jo vetëm më i afërt për njerëzit e tu, por edhe duke ndjerë ti vetë mirë me veten tënde, për faktin që ti je i lidhur me atë që është mbi ty, që të shikon çdo moment dhe që është pranë teje dhe që është fuqia më e madhe që mund të ndihmoj apo pra përtesë të cilës asgjë s'mund të bëjë ty as mirë as keq, domethënë. Kjo sigurisht është të përmbush, domethënë të përmbush dhe të bën të jetosh me tjetër lloj dimensioni, pra i shkëputur nga vaniteti i përditshëm dhe nga kotësia e shqetësimeve të përditshme. Po, për pjesën e le të themi ndalimit të së të pirë dhe shumë gjërave të tjera, çfarë mesazhi kalon më shumë tek ti? Pra pjesa e ndalesës, çfarë të kujton ose çfarë të bën ty që të ndalosh, që të bësh një lloj rezumeje me veten ose lloj reflektimi? Pra, më shumë se sa mos ngrënit dhe mos pirit. Ose pjesa për një kohë gjatë që ne presim për të duke mos u ushqyer. Jo, ajo ndjenja e urisë është një lloj, në këtë sens është një lloj vedie që ti të vedison në çdo moment që ti ti duhet të ndalosh në një mënyrë ti të edukosh veten që ti të stoposh instinktet tua. Një lloj mënyre, agjërimi është një lloj triumfi mbi pasionet, mbi instinktet, dhe instinktet ushqyeret është instinkti më qendror të njeriu. Dhe kur ti triumfon mbi këtë lloj instinkti dhe ti përpiqesh gjithashtu të triumfosh edhe mbi shtysat e tjera që është të folurit keq për njerëzit, të bërit ku diun qoftë këto mëkatet e përditshme që përgojimet, domethënë ti mundohesh që ti të jesh më i përmbajtur nga kjo dhe kjo lloj përmbajtja tek ushqimi reflekton edhe tek gjërat e tjera, është domosdoshme sepse domethënë në vestet e tjera. Kur'an thuhet që Zoti s'ka nevojë që ti të rish pa bukë, pra ti e bën këtë duke shoqëruar me këto të tjera. Dhe kur ti bën gjitha këto, patjetër që ti mëson të edukosh veten në një farë mënyrë dhe ti ndjehesh mirë kur ti triumfon mbi veten. Dhe kjo nuk ka gjë më të bukur sesa kur ti mund veten. Domethënë është sepse ti mund aspektin më s'ka gjë më të bukur kur ti mund veten, domethënë. Po patjetër, domethënë se ti mundesh këdo jashtë, po vetja është ajo që ti di gjitha hilet, dhe gjitha të fshehta, domethënë dhe të triumfosh mbi veten është fuqia e madhe e vullneti. Kjo është vetja jote. A është Ramazani, namazi ose shumë element tjerë që janë, domethënë si urdhresa të krijuesit, që këto të ndihmojnë ty që të mposhtësh veten? Pra Ramazani, është një instrument, thotë, janë instrument, domethënë që ty të çojnë drejt rrugës që të mposhtësh veten. Një pjesë e mirë e gjithë literaturës fetare, flas teksteve të shenjta, qoftë në Bibël, në Kur'an, domethënë e projektojnë botën si një fushë e ndeshjes së të mirës dhe të keqes. Pra një farë mënyre njeriu ndeshet ose përleshet me djallin, domethënë kjo është betejë e përditshme, kjo është dialektika që na shoqëron në jetën përditshme. Dhe në këtë lloj botë kuptimi, realiteti jonë i përditshëm na bën të harrojmë këtë lloj beteje sepse ne futemi në betejë fallse që është beteja e përditshme që ne kemi për të siguruar jetesën tonë, realitetin tonë, rahatin tonë, komoditetin tonë. Dhe kjo një lloj mënyre na vesh ne me iluzion, pra na vesh ne me hutin e përditshmërisë. Feja ka për qëllim, misioni, një prej instrumenteve kryesore të rituale fetare është nxjerrja e njeriu nga hutia tek vetdia, pra nga hutia tek vetdia. Për ta rizgjuar. Qoftë faljet, qoftë vajtja në kishë apo në xhami apo ku diun në agjëri, gjitha këto janë instrumente që e nxisin njeriu që të rikthehet dhe të rivetdisohet mbi faktin që është një qenie e krijuar nga Zoti dhe do përgjigjet përpara Zotit për gjithçka që bën dhe që në thelb ka nevoja shumë më të rëndësishme se nevojat e jetës përditshme, siç janë ato të garantimit të komoditetit tonë të përditshëm. Dhe janë nevojat që lidhen me universale, me të përjetshme, me përjetësinë e shpirtit, me nevojën për dashurinë hyjnore, domethënë. Të gjitha këto janë ti di këto, mirë po duke u prekupuar me gjërat e tua përditshme ti i harron këto. Dhe ritualet fetare nuk janë gjë tjetër vetëm se instrumente rikujtese për të rikthyer vetdijen e humbur nga realiteti i përditshëm. Pra bota, paktën Kurani, po edhe Bibla kështu thonë që
Bota që ne jetojmë është mashtrim, mashtrues, bota të gënjen, të huton. Spektakli, sidomos sot, spektakli është hutim, për shembull shohësh ka shumë sociologë sot që thonë, kemi parë sot ke gjë varreza ti, dikur varrezat e qenë prezente kudo në jetën urbane të çdo qyteti. Sot nuk gjendet ku janë nëpër periferi, nuk i ndesh syri, nuk të ndesh me vdekjen. Vdekja është zhdukur nga syt tan, domethënë, sepse vdekja na shqetëson. Spektakli. Po, patjetër, spektakli pra përmbush gjithçka dhe të nuk mundohet që të ta fshit ty praninë e vdekjes në jetën tënde. Ti të mos shohësh dot pleq, ekrani nuk të shfaq shumë pleq, nuk të shfaq shumë. Vetëm pisku. Po. Pra është nëse lexon ka këtë New Brave World se jam me emrat kur du nuk më vjen. Ai thotë që për shembull, gjithë realiteti që ishte krijuar është një realitet i lumturisë, i cili realizohej dhe nëpërmjet drogave dhe nëpërmjet teknologjisë. Dhe ku pleqët ishin zhdukur nga jeta, kishin disa kapanore, disa tip azilesh, ku ata deri një farë moshe shkonin aty dhe aty pastaj vdisnin shumë shpejt nëpërmjet injeksioneve të tjera, se nuk duhet të ketë pleqëri shoqëria, sepse pleqëria çfarë bën, na shqetëson. Pleqëria na kujton vdekjen. Vdekja na shqetëson. Këtu në Shqipëri për shembull ka lënë vetëm pleq. Ajo siç ka duket në plan parë ka vetëm pleq dhe në rrugë kështu, po nëpër spektakle, nëpër televizion, nëpër show, nuk ka. Te konceptin e varrezave më pëlqen shumë kjo, edhe nëpër librat. Pra ne kemi dhe biles kur ishte Covidi, shumë autor reaguan dhe thanë që pse në bota reagon si e çmendur nga Covidi. Sepse bota moderne e ka zhdukur idenë ose e është munduar ta fshijë idenë e faktit që njeriu është qenë e vdekshme. Dhe në momentin që përballet me një krizë të tillë, pra me një faktin që ty vdekja të vjen përballë, kërcënueshëm, atëherë ti je komplet gafil, thot populli, je komplet i paprgatitur dhe nuk di ta përballosh me dinjitet atë. Atëherë bëhesh i çmendur dhe merr masa shkatërruese. Por normalisht ti duke ndjekur të lloj rrugë, meqenëse sa më pranë Zotit, deri diku je Jo, domethënë çfarë ndodh? Pra që ti jeton në huti, ti jeton pa përkujtimin e faktit që ti je i përkohshëm në këtë botë. Ti jeton sikur do jetosh këtu mijëra vjet dhe ti do jesh gjithmonë këtu. Ti vjedh, bën tendera, gron pasuri, ndërton ku diun jetë prallore, mundohesh të hapësh sa më shumë. Dhe në fund fare gjitha këtu do i lësh, se nuk është domethënë një barkë tek e fundit, ka Gogoli thotë ja kam zili aty që ka stomakun e madh, aty ka shumë lek. Se fund fare sa do hash është pyetja, jo sa mundësi ke për të bler. Domethënë në thelb gjithë realiteti i sotshëm është bërë për të në pagopsi, për të shkëputur ty nga përkujtimi i faktit që ka diçka për teme, a kupton? Gjithçka që ekziston është këtu tani. Ne jetojmë çastin, ne jetojmë atë çfarë kemi dhe ne jetojmë sipërfaqe, jetojmë materiale, jetojmë momentin, po. Kjo është motoja e botës së sotshme. Ne jetojmë momentin, mos mendojmë për tjerë. Në fakt, njeriu është i qenë që duhet mendojë, duhet mendojë sepse ka ardhur për të gjykuar, për ta ndërtuar jetën vet nëpërmjet të menduarit. Dhe ti nuk shpëton dot nga gjë thjesht nga fakti që e heq atë nga vëmendja. Ti përkundër shpëton kur ti e mendon atë dhe e përballon si duhet me dinjitet. Po pse ke pakun parë që edhe nëpër librat e religioneve citohet që edhe vizitat në varreza janë shumë të këshillueshme për shkak të përkujtuar këtë që sapo thatë ju. Patjetër. Dhe kjo ndoshta mund të jetë qëllimi që këto i kanë larguar. Po qëllimi sepse kam gjithmonë tendencë për shkon konspiracion, po. Jo, shikoj, qëllimi nuk është gjithmonë konspirativ. Shoh gjithmonë me skepticizëm, çdo gjë shoh që ka nuk është rastësor, pra. Po në rast nuk është thënë të jetë konspirativ. Domethënë njerëzit duke dashur të shpëtojnë nga vdekja, çfarë bëjnë, mos mendojnë për të. Njerëzit duke dashur të shpëtojnë nga ndëshkimi i Zotit, thjesht e mohojnë se ekziston. Pra kjo është sugjestioni që i bën njeriu vetvetes dhe kjo është një justifikues bosh, domethënë për të shpëtuar, thonë. E di që për shembull në traditën muslimane, për shembull, fjala që përdoret për atë që mohon Zotin, nuk është si ne në shqip që kemi mohim, ata kanë fjalën kufër. Kufër do thotë në gjuhëtarët e përcjellën është fjala që përdoret për ugarin, kur ti hedh faren, pra ke punuar tokë, hedh ugarin dhe atë plisin me cilën ti e mbulon faren që është brenda. Pra mohimi i Zotit nuk është thjesht të mos ta besosh.
por thjesht ta mbulosh atë të vërtetë që ti e ke brenda vetes. Dhe në fakt, në një farë mënyre, pra ajo që ne i bëjmë, përjashtimi i hyjnores apo të përjetshmes apo shpirtit nga e përditshmja jon, nuk është thjesht mohim, është mbulim. Ai është aty dhe ne dimë që është, por ne nuk e pranojmë që është, sepse na prish, na shqetëson këto qeve tona të përditshme apo interesat tona të përditshme, na vendos, na trondit tek e përditshme jonë. Dhe ne nuk ne duam të jemi në këtë, pra na pëlqen kjo gënjeshtra ku jetojmë për ditë dhe nuk e duam këtë të vërtetën që na shqetëson. Sepse ne nuk e kuptojmë që ky shqetësim që na sjell kjo e vërtet, në fakt aty është lumturia më e thellë, më e vërtetë, më e madhe. Por kjo kërkon një lloj mundimi për të shkuar deri aty. Ne jemi të kënaqur me këtë të përditshmën tonë, me këtë që kemi grumbulluar dhe sajuar në këtë realitetin tonë. Duke bërë pazar edhe me Zotin, pastaj që okay, nëse ti më jep këtë sepse mendojmë që tregu është gjithçka, dhe një shoqëri të tregut të lirë, mendojmë që ka pazar edhe atje. Ka pazar edhe atje. Por për ta përmbledhur të gjithë që shumë besoj se është më e rëndësishme në gjithë këtë bisedë, është e rëndësishme pra për shoqëritë pjesa e besimit dhe frika ndaj krijuesit. Se ndoshta edhe këtë, le të themi, paullësi që ka marrë shoqëria jonë e ka për shkak se edhe ne nuk kemi frikë as nga krijuesi, por nuk kemi frikë edhe në mënyrë hierarkike, le dalim tek pjesa e shtetit, tek ligji, tek ai që është ekzekutuesi i ligjit ose shoqërisë. Thua që nuk kemi frikë nga Zoti dhe prandaj nuk kemi frikë as nga ligji. Po shiko, pra, po të kishim frikë tek Zoti, ndoshta të kishim shoqëri më të mirë. Një kështu themi maksim që përdoret zakonisht nëpër tekstet shenjta është fakti që kur vdes zemra, atëherë futet në fuqi ligji. Ligji është sigurisht është i rëndësishëm, sepse ligjet na bëjnë të orientohemi dhe të vendosim rregulla të cilat na rregullojnë jetën tonë. Pra ligjet nuk janë kufizime, në fakt janë mjete për të na shtuar lirinë tonë, sepse përkundër se kur ne nuk kemi kufizime të ligjeve, ne fillojmë ngurtësohemi sepse kërcënojmë njëri tjetrin dhe kështu jeta jonë bëhet më e vështirë, më pak e lirë. Por në thelb, forma më e lartë e lirisë është kur njerëzit nuk kanë nevojë as për ligje për të jetuar. Domethënë, për shembull, një njeri i cili vërtet është i pastër dhe me virtyte dhe moral të lartë, nuk ka nevojë që shteti ta ndalojë që t'i bëjë keq tjetër, apo të vrasë, apo të vjedhë, apo të bëjë zullume, të bëjë tender, apo etj. Por ligjet janë bërë sepse njerëzit janë qenë e gabueshme, e tundueshme dhe shpeshherë problematike. Domethënë gjithmonë i duket e vogël pjesa që kanë dhe do duan pjesën që i mungon e gjën tek tjetri. Dhe kjo i bën njerëzit të kenë probleme dhe prandaj ligji vendoset për të kufizuar mundësinë që njerëzit të marrin pjesë njëri tjetrit. Por sigurisht ligji është i pamjaftueshëm. Vetëm me ligj një shoqëri nuk mund të bëhet. Nëse nuk ekziston virtyti në shoqëri, ligji, sepse ligji siç është mund të shkelet. Nëse të gjithë njerëzit ja kanë me hile njëri tjetrit, sigurisht ja kanë me hile dhe ligjit. Ligji nuk të detyron dot aty ku institucioni nuk të sheh, apo ku institucioni nuk do të shikojë sepse është i përbërë nga njerëz që nuk duan të shohin. Kështu që praktikisht në thelb është morali që mban shoqërinë përtej ligjit. Ligji pastaj është thjesht një instrument rregullimi në masën që jo të gjithë njerëzit e kanë virtytin aq të lartë, por në thelb ajo çfarë një shoqëri duhet kultivojë për të qenë në nivelin e duhur është virtyti dhe feja është themi një prej instrumenteve më të rëndësishme të kultivimit të virtytit. Jashtë fesë, për shembull, Dostojevski thoshte, nëse njerëzit nuk do kishin besuar te pavdekësia vet, pra që jeta e përtejme, çdo gjë do ishte lejuar, thotë, dhe njerëngrënia, antropofagia, thotë Dostojevski, pra do të njerëzit do kishin të lejuar edhe ta hanë njëri tjetrin, sepse fund fare pse mos ta bëj, çfarë më ndalon? Nëse gjithë qëllimi i jetës që unë të jetoj mirë në këtë botë, unë të kem pasuri, të shijoj dhe të bëj qef në këtë botë, atëherë unë do përpiqem me çdo kusht të krijoj të gjej këto mjete. Dhe kush do më ndaloj mua që të përdor mjete të jo të lishme apo mjete të padrejta për të realizuar këto. Feja është vetëm që e bën njeriu që të vetë ndalohet nga kjo. Pra nuk është frika ligjit që por është vetë ndalohet sepse ti mbi të gjitha ke frikë Zotit më shumë se sa policin. Policin ti mund t'i fshihesh, por Zoti nuk i fshihesh dot dhe prandaj
kjo e bën njeriu më të pastruar nga prirja për të bërë keq dhe sigurisht që kjo e mban shoqërinë dhe bën shoqërinë pra që feja dalin konkluzion që feja e përmirëson njeriu dhe shoqërinë. Patjetër që po, madje nëse i referojmë fjalës Dostojevskit, është i vetmi instrument. Është tregon një shoqëri prapambetur etj, çka lakohet nëpër media që to pastaj janë Çiko, këto hyn tek pjesa ku njerëz që nuk e duan fen sepse i pëlqen ajo çfarë kanë, mundohen të gjejnë, do thënë, ndodh gjithmonë njerëzit mundohen të gjejnë tek ajo çfarë nuk i përket atyre të gjejnë të këqija, por në thelb pra kjo fjalë e Dostojevskit që i referohet Voltairit, fakt Voltairi thotë edhe nëse nuk ka Zot ai duhet shpikur. Domethënë në thelb pra Dostojevski thotë që jo vetëm që feja është diçka që e ndihmon njeriu që të bëhet më i mirë dhe shoqërinë që të bëhet më i mirë, por ai thotë nuk ka tjetër, sepse çdo instrument tjetër, pra ai thotë që bota moderne thotë po na çon drejt kërkesë për pasuri. Çdo njeri kërkon të jetë i pasur, të shkojë në përballo luksoze, të ketë karroca luksoze, ato ishin atë kohë. Dhe thotë kjo quhet nevojë sot. Por kjo thotë Dostojevski nuk do të bëjë gjë tjetër se do t'i çojë njerëzit drejt vllavrasjes sepse mjetet na janë lejuar, por mundësitë nuk i kemi. Atëherë thotë pamundësia për të realizuar këtë lloj nevojash do bëjnë që njeriu të duhet gjithmonë e vogël pjesa që ka dhe kjo do mbjell botën me gjak. Falenderoj shumë për Falenderoj për ftesën dhe që më dhe mundësinë që Dikta tani nga më para, domethënë prandaj e lësh me për edhe 3 pikë reticencë, çdo gjë ka qenë shumë mirë, nuk e di se si të ka ardhur, do doja një mendim tënd, si të ka ardhur si nuk e di, unë si asnjëherë domethënë unë mundova të them çfarë mendoj, por gjithsesi ai që shpresoj që ai që dëgjon t'i vle, pavarësisht nëse ka qenë e mirë apo ku diun, e keqe ajo çfarë mund të kem thënë apo e gabuar, sepse jemi qenë të gabueshme, çdo gjë është e saktë. Por në thelb unë falenderoj për një gjë herë që më i dhe mundësinë që të flas për gjëra që nuk flas zakonisht nëpër studio. E thua vërtet? Sepse nuk ka, po patjetër që po. Domethënë siç e thash, nëpër studio përgjithsisht nuk thuhet gjë. E para dhe e dyta, edhe kur thuhet fliten për gjëra të cilat unë nuk i kam dhaq rëndësishme, si për shembull politika, kurse këto gjëra për të cilën folim sot, mendoj që janë shumë më të rëndësishme për mua dhe mendoj që janë më të rëndësishme edhe për shoqërinë se sa vetë politika. Por që në hierarkinë tonë vlerave janë të dorës 2, 3 apo të 7 dhe nuk i gjen përgjithsisht nëpër studio. Kështu që fakti që e çele këtë dritare për këtë lloj tematike, jemi pritur dhe edhe unë mua më bën mirë sepse është mirë që të flas në herë për gjëra që i kam më qejf se ato që flas në përditshmëri. Edhe kjo është gjë që është gjë pasioni, sado që unë kam krijuar një lloj përshtypje tjetër, domethënë edhe në mas tek njerëzit me ato gjëra që ka bëj unë. Po kjo është ajo që unë jam në të vërtetë ajo që çka më ushqen edhe mua. Domethënë këto bisedat mua më karakterizojnë edhe në rreth të mia shoqërore, të përditshme. Po bën mirë ta zgjerosh. Kjo është ajo e gjitha dhe unë jam shumë mirënjohës që ti u tregove i gatshëm që në momentin e parë dhe jam habit realisht, domethënë jo se nuk e shihet tek ty që do e pranoj këtë gjë, por si qasje që direkt e the po. Jo, sepse si çdo kush unë mendoj që bën ato kërkimet e veta sheh ose mund të nuk e di se si e ke parë domethënë si. Unë përgjithsisht kam shkuar thjesht në çdo studio, pra më ka rastit të qelloj të paktën një herë, domethënë po thjesht në çdo studio. Por unë i shoh përgjithsisht nga niveli, pra sigurisht ka një hierarki studiosh, kush janë më të rëndësishme, më të mëdha, por për mua studio më e madhe është ajo ku thuhen gjërat e mëdha, domethënë ose gjërat e vërteta. Nuk ka rëndësi shumë lloj banakut sa luksoz është, ka rëndësi çfarë thuhet dhe çfarë përcjell, domethënë kjo është. Këtë mund ta bësh në studio më thjesht, më primitive, mbas mund dalim aty te trotuari bashkë ta bëjmë. Të falenderoj shumë për gjithë miq, uroj që të merrni më të mirë nga kjo bisedë, pse jo do të isha shumë kurioz për komentet tuaja, nëse do komentoni ose për pikpyetje të ndryshme që mund ngrini për disa nga pikat që prekëm ne, edhe pse u duk pak si bisede e shpërndar, por një takim i parë me zotërin Mërtiri është, le të themi, një lloj prezantim i parë në këtë gjë, ndoshta në vazhdim mund të kemi edhe tema të tjera më specifike që mund të thellojmë më shumë. Edhe pse doli si bisedë gjatë, uroj që mos ju lodhë dhe t'ju shërbej për mirë. Ju përshëndesim.